Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit POV Nacionale. Jeni me epizodin e 13. Ky epizod na gjen me shumë zhvillime, saqë kemi menduar me Ocionin me i bë 3-4 emisione këtë javë. Po, me nda pak edhe me si dhe shtunë në djere. Mja kushtu një emision veç Kosovës që e mposhti Slovakin. Po, që kena shta ma e rëndësishme. Po, anë gjykimi i gjykatës kushtetuese, dhe kjo e rëndësishme. Kjo me Kecin, ti që e bone një farë dalavere. Edhe kjo këza e mirë. Apo që ka pas tema si edhe në gjykati ka një 4 raste. Po. Edhe kurimin të herë nuk ka mas shumë të në terren, nuk ka. Apo mojna emisionin të ditën. Po dhe munësh, do më thonë që të munësh me marë së cilin temë edhe me trajtu kështë 2 orë do më thonë ves një në temë. Po që ashtu pja bojmë na. Okej. Okej, së djeni 8 orë jeni me neve. Na vjen kes për të shtasin. Jo e nisim me fitoren fantastike të Kosovës kundër një vendi mës njohës, si që është Slovakia. Slovakia i ka mbledh 11 djemë më të mirë të vetë, i ka qitë në fush, na 11 më të mirë tundë, edhe Slovakia tha, na nuk i njohim këta, se di mas kush janë këta. Po, se o pranojna dhe me klamurin. Dhe me një moment të qanë Slovakia, se cili shtetë, se cila shëshni, mërët me të injëru, mërët me të regu arrogant me ty, dhe në momentin kur, kjo është edhe njëtën personale, dhe në momentin kur do të mu përball me ty. Kur dush me u përball, e injëram tash, ose hajde pështëm tash. Se s'munësh, do më thonë kjo është histori metet atu që të ka mujtë Republika e Kosovë. Ty se nje, po ata të këshim pas mujtë. Po, pasë në minjërën, si doja zhvilluat, 90 minuta e hajde. Edhe qytetarët Slovak, do më thonë, thojnë, se mës me njohë, të mirë është në atë. Të mirë, po hajde Slovaki. Po, në vendyne. Në qerdhën e tyre, ku e kanë poshtë para një muje Gjermanin, ku i kanë poshtë 4 fitore rodhaze, shkon Kosova atje edhe im poshtë 4-3. Ja fshënën një 3 gola për 20 minuta në pjesë. Qërë, une personalisht, dhe më thonë, kam edhe historinë me futbolin, dhe më thonë, kam të kese kështu, edhe nuk është i kësyri futbol. Po, sa keq. Shumë hup njëtë, po. Po tani adin, kur të shoh për shembull kështu që është tu buna e falojë e rëndësishme, e lëshoj kështu adin e kësyri, edhe kom sef me kësyr edhe Kosovën, domethënë, se kom sef me i po të mri, kështu adin, edhe besoj kom e provu me shku domethënë edhe kur të mahet këtu tash, ka me Turqina me Turqinë, edhe është finalja për kualifikim, apo? Po. Veç para se më ndjek story çto te Turqia ku. Po. Jo që keni bileta për ndeshjen Kosovë-Turqi. Mos shënim i shit ka 500 euro. Ma e mira ke, do më dhonë network Prizreni, ose s'di qa, e këshin këthy pak në humor, se njën i kështon 4 bileta bishet 600 euro, s'di qa, e këshin istu i shkrujnë komende, ato 600 euro i që është një lasi, e që asë mos, e janë i këshkrujnë i kom 6 bileta dhe i ndërrej me golfkat. Qëre, respekt për ata që i kam ble biletat, pa e ditë që këna me mpush Slovakin. Ata që i kam ble biletat për mishit. Ja, qëre, respekt që që i kam ble. Ja. Se kanë lëziku, se ka mujtë me qenë deshe mitësore të martën e Kosovës. Okej, unë e përkoptaj. Ama jo me te pru, jo 600 euro. Ana i ka 150, ja u blej. Po, kë, e blenë, unë jo. Ja 150, ja u blej. Ja, unë ja zej disysh, ja bëj disysh që thej ka ja zej shqiptari te, linde i nana. Mërë e largo me i. E kena pas gazetarin tunë, Besjan Behen, në Bratislav të Slovakis, i cili ka përgadit disa video, nëse nuk ga bëj, ka video edhe prej stadiumit, por edhe nga pasi përfundoj ndeshja, i ka marrë në intervist 2 prej lejtarëve të Kosovës. Ti ndjekim. Boy,
Mbrapa meje gjendet lokacioni që është caktuar nga tifogrupi Dardanët që të mbledhen të gjithë tifozët shqiptar nga Kosova, por edhe nga të gjithë viset e tjera, për të marrë rrugën më pas drejt stadionit këtu në Bratislav para ndeshjes historike që Kosova e luan me Slovakinë. Moti është të jetë i ligë me reshe shiu e me frym, por as kjo nuk po ndalon tifozët që të këndojnë bashkë në për të gjitha restorantet këtu në Bratislav, ku në pothuajse të gjitha prej tyre ka vetëm shqiptar. Edhe mediat në Slovaki kanë raportuar se pritet një numër prej mbi 5.000 shqiptarësh që do të jenë në stadiumin e Bratislavës, por ata që kanë bileta jashtë tribunës së Dardanëve nuk do të lejohen të kenë veshje kombëtare e as shtetërore. Veshjet e galuara. E di që besoj që luajtëm shumë mirë pjesën e parë, edhe pse besuam gola nga goditjet standarde, mirë po reflektuam edhe falim këtë në pjesën e parë, që duhet të jemi vetëm të koncentruar në atë pjesë nga goditjet standarde, sepse nga loja besoj që treguam që e merituam fitore. I pranu 2 gola shumë naive, mina me dhona ashtu, se loja u kontrollu gjatë gjithë kohës prej Kosovës, që ajo tha trajneri Foda që u bua i rikthimi spektakular. Ai na motivoi normalisht, edhe përmenda këto që thash për goditjet standarde, që tha duhet jemi shumë të koncentruar në atë pjesë, sepse nga loja me të vërtetë ishte shumë i kënaqur, edhe besoj që e tregoj që ne mund ta rikthejmë lojën dhe ashtu ndodhi. Të martën apre Turqia e presim Turqinë pa dilë vogël. Normalisht që do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë, duke marrë parasysh kualitetet që ka, lojtarët që ka, mirë po si çdo ndeshje tjetër kemi treguar që edhe me kundërshtarë të mëdhenj si Majera, si Suedia, Zvicra, edhe tash Turqia, besoj që do t'i bëjmë bombe, besoj të arrijmë ëndrrën tonë, kualifikimin në botror. Vazhdo. Mbrëma një vit e gjys, një ndryshim tepër i madh në karrierën tonë, tej Prishtinës në liderin e mbrojtjes krahun e majtë të Kosovës. Çu e kishe përshkruar? Normalisht ndoshta nuk e kam besu, po them ashtu mirë, po ka qenë diçka me të vërtetë shumë e shpejtë për mua, po jam shumë i kënaqur për këtë pjesë. Shpresoj me vazhdu kështu, me bë krenar çdo tifoz Dardan, që me të vërtetë ishin të mrekullueshëm në çdo ndeshje që kemi luajtur jashtë, ka qenë si me të qenë ndenja në shtëpi, kështu që besoj që të martën do të shkojmë dhe do të bëjmë një histori të madhe. A jeni duke menduar këto si ishte ndeshja sot? Unë besoj se është një fitore e vështirë, po ka një lojë fort nga una jo. Besoj se e kemi kallëzuar edhe më shumë karakterin tonë, që luajmë na futbollin, që kemi ballën kualifikime për botroren. Edhe por ka që edhe ma shumë i lumëtër që e fitum, shkrytëm edhe një hapë ma shumë histori. Ta është qëllimi me përfundu këto kejtë për më kualifiku definitiv në botror. Do të luajmë kundër Turqisë? Po s'ka më bo asë një lojë e letë, se është edhe Turqia, e ka litorët me këtë gjë nivel në altë, do të më pregatit mirë, me pushu tash mirë, por me mujtë me dhonë në apet 120 minuta maksimum për të Turqisë. Albiana të mërmenja që ja ke pru komën e horit Kosovës, kështu me ardhen tonë. Koma jam e jo, po besoj si ekipa kejtëro që loj për loj u zhvillu u bëhe me mirë. Kam ledhe eksperiencë, tani kemi një përzinje të mirë me litarë të eksperiencë si Vedati, si Miloti, si Edoni, ama kemi edhe litarë të risi, unë Fisio, Leoni, Batoni, këtë të litarë që janë, por që ata si... Jo mundi me thonë kështu në thamë ekipa. A i ka mit peng Leonit që nuk e sonte, e që nuk dhe tjetë as finale? U mërzit pak, po, amo... Ta mi po, kjo pa kryes e lojës, ke litë. Okej, sot kem video të arë deshta me të tregu, do më thonë, një pjesë të historisë temë, kush do që ka lujt futbol ma heret, ose ka kësyr futbol ma heret, unë jëmë kanë shumë i vogël, edhe e padatash Milani, nuk e di ku qëndran Milani. Ja, nuk qëndran, momentalisht. Nuk qëndran, a? Nuk e di, do më thonë për një me nuk e di, në atë kohë kanë Shevchenko, Kafuja, a ke kësyr dhe në atë kohë? E okej.
Edhe atëherë u konë dyshyrë vis Interi e Milani nuk jënë përmen, for të studira ata. Po konë që rivaliteti. Manchesteri e këta moj men vis ditën lushin. E na do ke interesant, apëtin. Edhe... Gillardenjën sëll. Po, edhe pa të shku Milani, pa të shku me Liverpoolin në finalin. Stamboll. Çfarë viti u konë? 2005. 2005, do më thonë pa mnoni i këm pas Albër, i këm pas 11 vjetë. Edhe Osani 3-0 të fitu Milani. Unë i knasën sa s'ka më. Edhe në ndërkohë, e ndërën Liverpoolin i lojtare dhe shtin një nuk e harrej, se armikun nuk e harrej as emrin, as qyshdoket. Do flëk si bardha Gjibril Siseja. Ashtë se po. Edhe E ka pas të i komën shumë Hena i shumë, do më thonë atë. Edhe janë njës 3-1, 3-2, 3-3, para zotë rezultatin. Shkojnë anan penalti. E jep Gerardi një gol me krypi 12 metra. Edhe ato e kom po. Po, masi që ka hiq kjo si seja, o konë, ke që kjo ka ndohë. Tu mo dalaveri. Po, që tu t'i s'ka ndrej dhe dikush e shiti luën, se unë alo kom traumune. Alo Berlusconi t'ja foli. Edhe, hin, do më thonë bo 3-3, shkojnë vazhdime, vazhdojnë këta 3-3, edhe po shkojnë anë penalti. Në atë kohë... Pasën me shku penalti Shevchenko e hup një rast. Jam brun të deku me ftyrë. A une, po, do më thonë, kur jam brun aja ato, une e heki, do më thonë, dresën e Shevchenko se kom pas. Si fëmija, din një beshin qëto, ja dojtja, halla ta diska, edhe heki unë ato dërzona për Shevchenkos mas parë. Edhe i Ukrajinës, i kesu në sot asakitës se du mu ato. Edhe, tash, shkojnë anë penalti edhe u ka një farë besimi, këty në herë, do më thonë një farë miti, që Dida, Didier Dida, po, ja, Nelson Dida, po, Didier Drogba, po, ja, përshë e kitë si në ratës vjetërin, se këta trit asë një, edhe Dida thëshin, qa din me mbrojt penalti, edhe ta shun, ja u bësh akit shpis, se janë nesën të shpis me më tonë mu qëre, mu se merë shumë ofrë zemë, se e ponzi, atin s'dishin që të tonë që jeta jo vis me 11 vjetë, po ka me të përplasë koza shpesha, përdin mu së dëshpëra ti si shtu, gjda 11 vjetë, bakte. Unë e po nga televizorit, ja u bësh, kisha dhe më, ta unë puna ditën me pengua, pëtit. Edhe Arbër, jo me hub. Po huba të Milane, ma mojshin ata kryte bosht. Edhe Sanis, aty... Dudeki sa ka shurja i për një metash, apëtin një fakt tjetër jetësor, nuk është shikaj Arbër kështu. Po e moj men që mu mosh musu një lëtë. Adin kështu, edhe kom thonë, kur mo futbolën nuk syri. Po, ke hek dur. I kom hek krejt sene që i kom pas Milane, që i mledhë që apëtin, falë që i kom atëhere, i kom këtu ndresat me guri, si ti kësëshin a ju po, apët s'puën a ju, i heka unë ato, e kom kësyrë një ko, Barcelona nuk ka Ronaldinho, mas ne i patar Messi, edhe, do më thonë edhe aja ko ka kalu si shpejt, që nuk është që më konë më marrë edhe mos të ke këqyr asë njëherë. Jo, Arbër, se më preken mu, ma thymë zemrën, po du me thonë që... E mu ka thymë mu zemrën, e si më dërzu. Jo, unë ka njëherë kur ju një juve, do më thonë të thonë që 10 vjetë është të provu një diska. Që Arsenali që kërë kirostin konkret. Po, nuk deshta me ta cilë direkt, këtë shok që i kam, do më thonë janë me Arsenalin. Ka njëherë s'dija shmi, adin ngushtlu. Po dhe mi thonë, tash me ta halzune, kur ta halzej si historin, të jam unë ty të ftofi krejta. S'ki durem, na atë Arsenalit jemi me durem. Qëre, zotë edhe për Kosovën dje, për Kosovë, se emisioni po gjirohet të premten, kur i zhvillu më bram desha kem me dë shok, një 4-5 shok që shtot, të këshyrë deshin, e kur përfundoj pjesa e parë, unë e përshkak që mësua, për një me prej Arsenalit, e kështë me pas dështimet një pas njëshme, ne isha shumë i qetë, u kry pjesa para, dhe që shbanta i ma abeti malë. Dhe qa po bojmë, ju du të me hek këto, du të me shti ato. Unë veç që thusha, jem shumë skeptik djem. Të qa kina me marë, të qa kina me marë edhe një gol, kina me marë edhe një gol në pjesë dytë, na mujnë 3-1 dhe jem skeptik. Ata që është skeptik, e qa du të me bo, dhe qa kur gjoj, veç hupë. A përshë, do më thonë, kur të kësërsh, orë se këta thët edhe psikologët e psikiatrat ma një orë në bo, do më thonë, kitë është qysh rrit e Arbër. Do më thonë, qysh i rrit, që ashtu edhe i e si karakter i formumë, kështu, apëte. I parë skeptiku i qeta, dhe. Po, e dash do më thonë edhe ty, këtë kjo është trauma, apëte, ne akumullu. Nuk mund është ti me kalzua, dhe me thonë që për se kisha në tabulinat fonsin e Barcelonës, e ma bëjki qysh hupim. E që do të me bo me fitu. Në që jo, kur gjove që hupim, apëte. Po, a i mësumë në ashtë, i ka ronë sa më provu ma shpesh. Qëra Arbër, për pos, kur po thonë fiksona, do më thonë nuk pa ta fiksua në Milanit, tani, kur e ke dorë, edhe tash e ke dorë, do më thonë mirë, 100%, ja ekstremi këne, nuk kam, hajde,
gradualisht, nuk kom si Pa e fare. kum po që s'ki. Po, ja, veç du të me mnallë tani, me më thonë nalë. Si me zërë. Edhe problemi është, do më thonë, njëjtin sen e kom edhe në tema, do më thonë, kur do si nisi, po kalojnë ata shket tem tjetër, do më thonë, pat nisë shkoj ullumtimi me një sort e rrymës. E di. Pat nisë këtë rasisht, do më thonë, ma ka tregu dikush një farë problemi, ma ka tregu aplikacione, më ka thonë që tarifa ullë s'po më vjen korra, pëtën? Po. Do më thonë, te për pak po e përdori, edhe e kena zhvillu një farë ullumtimi në teren. Mas nej ka dalë edhe LDK-a me 2 komuna që i kanë marrë disa mostra, edhe na u dash do më thonë ca ditë me esit edhe nata ne ja, mas e Veç prej përshikues që bash hit se kam pas storjen, me gjithë që ka shumë pak se storia u shpërndot gjithandej, bëhet fjallë për një sort elektrik. Një sort elektrik që vendosën do më thonë prej kecit. Edhe që si pas ullumtimit tënë me 1050 mostra, ka dollë që mbi 99% e kanë orën gabim. Po, gabim. Se na shta dikush se ka po ose veç plus ose minus. Apëten, do më thonë një sort e rrymës, si i kena në shpip, i thëmë një sort e rrymës, të mos thëmë energjisë elektrike, kështë me him terma, po do më thonë qëta një sort e rrymës, ose që i din qytetarë, problemi është që na funksionojmë në bazë blok tarifa. Do më thonë është tarifa e lartë edhe tarifa e ullët. Gjatë sezonës dimrit, do më thonë deri në fund të marsit, na kemi prej orës 22 në mbrëmje, deri në ora 7 mëngjes, e kemi blok tarifën e ullët. Do më thonë që na e pagujna kilovatin me 3.88 cent. Dërsa me tarif në altë, kilovati kushton 9.05 cent, që është duk shumë ma i shtrejt. Tash, që këna po na është që në ora 22, do më thonë zakonisht familjet që janë ma shumë antarë për me kursy energji elektrike. Shumica familje në Po, i aktivizojnë, do më thonë, pajisjet shtëpjaki. Edhe kjo është kulturë, fakt. Po, normalisht, edhe shumë mire. Kulturë e kursimit. Përderi sa zyra regulatorit, ka caktu blok tarifa, do më thonë, bashkëpuni me kecën e tretë, atëherë qëndrën një vendim edhe qytetari, kur ti i thua dhe apelën për me kursy rrymë, a i shkon edhe kursen rrymë, sepse normalisht indikon e në gjepin e ti edhe në, që me thonë, në kursimin e energjisë, kështë në këtë teritori, përshëta po është edhe kulturë. Po, normalisht, edhe është shumë sen i mirë, do më thonë, është shumë sen i mirë se unë edhe familjarët me, kur kumë pa unë, kumë thonë, sa mirë që e këna njës me hinë sistem, si kur një farë kohë që i këna hinë sistem, kur u pat boja reforma në ATK, që i merë shumë të faturat, kuponat fiskal. U bo më sisteme dhe ta është gjithë i marëm kuponat fiskal. Amo kur sistemi, food sistem, për brenda sistemit ka defekte, sigur kjo... Tani do më thonë që kjo është e të mërshme, sepse te e demoralizën edhe sa to që ka kursy të njëtën, në shtabëtin, do më thonë ka mendu që po kursen. Sepse, si pas ti ullumtimi tonë, mbi 63%, do më thonë se që kjo është pjesa ma ndikushme, mbi 63%, 99% do më thonë kanë dalë me devijime kohore, po mbi 63% kanë dalë me devijime që e kanë orën ma përpara. Pra të ti botë ora 22, e këshur të orën, edhe thu pilsherën e senet, po në fakt i aloj e të pagu me tarif natë, se njësori është ora 21.30, për shamu ora 9 në mramje. Edhe gjysë ore ti faturohesh me tarif natë. Pa e ditë. Po, pa e ditë. Tash, na këna zet devime, do më thonë, ka pas devime 1 minut, 2 minuta, 3 minuta, krejt, do më thonë... Veç, a ndjekëm shpejt storjen se komiti bo të pyetje? Okej, edhe këthejemi edhe diskutojmë. Për me kontrolu edhe ju, a jeni duke u tarifu me tarif të ullt apo të lartë pas orës 22, kontrolën e një sort e juj të energjisë elektrike, po e marrëm një shembull në një ndërtes këtu. Do të doni me shtyp disa herë këtu. e 56. Ora në fakt shënën 22:01 minutë, do më thonë është disa minuta më brapa. Okej, do më thonë paka shumë, veç po kuptohet çka po dojna me përshkru për mes këtij ullumtimi. Është në ora 22, do më thonë na nisëm me u tarifu me tarif të ullët, pra he në fuqi tarifa ullët, ju e lëshoni bojlerin, makinë larës temve, rrobave të tjera, por në fakt njësori juj është ende disa minuta mbrapa, pra ende jeni duke u tarifu me tarifën e naltë. Mos harroni ka dallim mes tarifës naltë dhe tullt. 1 kW i tarifës naltë kushton digon 9.05 cent, ndërsa i tarifës tullt 1 kW kushton 3.88 cent. Ndisni ullumtimin në vazhdim. Devijimi i njësorëve të energjisë elektrike. A i keni kontroluar njësorët në për shtëpitë e juaja? A e dini se koha reale dhe koha e njësorit mund të jenë ndryshe nga njëra tjetra.
Nga 1050 mostra që kemi mbledhur në teren, vetëm 3 njësor kanë dalër të sakt, pra mbi 99% janë gabim. Kur ti mendon se po kursen energji, në fakt je ende duke paguar me tarifë të shtrenjtë. Një hulumtim që tregon se si shumica e qytetarëve dëmtohen financiarisht, ndërsa një përqindje tjetër përfitojnë nga kjo çështje. Një nga format më të lehta për të kursyer energji elektrike është shfrytëzimi i pajisjeve shtëpiake pas orës 22. Kur ju shpenzoni energji me tarifë të ulët. Kjo sepse sipas vendimit të ZRE-s, tarifa e lartë aplikohet nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22 në mbrëmje, ndërsa pas kësaj ore hyn në fuqi tarifa e ulët, dukshëm më e lirë se ajo e larta. Kjo është arsyeja pse shumë prej qytetarëve aktivizojnë makinën e larjes së emëve, rrobave, bojlerin dhe pajisje tjera shtëpiake pas orës 22. Që të kursejnë energji. Por çka nëse njësori juaj i energjisë kur bëhet ora 22 është ende duke faturuar me tarifë të shtrenjtë. Një hulumtim i Gazetës Nacionale në teren ka zbuluar të dhëna shqetësuese mbi sinkronizimin e orës së njësorëve të energjisë elektrike dhe orës reale. Ne kemi qenë në Prishtinë, Ferizaj, Gjelan, Fush Kosovë, Podujev, Pej, Prizren, Mitrovic e Gjakov, ku kemi mbledhur në total 1050 njësor të energjisë elektrike që shfrytëzohen nga qytetarët, duke krahasuar orën e këta njësor dhe orën e saktë sipas kohës zyrtare. Rezultati tregon një devijim të madh. Vetëm 3 njësor nga 1050 në total rezultuan pas një devijim në kohë. Të gjithë të tjerët kishin diferenca. Mbi 63% të njësorëve rezultuan se janë mbrapa me kohë, ndërsa mbi 36% ishin përpara me kohë. Kjo tregon se mbi 63% të qytetarëve të cilëve u kemi kontrolluar njësorët e energjisë nuk kalojnë në tarifën e lirë fiks në ora 22. Duke u dëmtuar direkt, pasi që vazhdojnë të paguajnë me tarifë të shtrenjtë, atëherë kur duhet të ishin duke paguar me të lirën. 36% tjetër ndoshta edhe përfiton nga ky devijim, me ose pa vedije. Prej 63% të njësorëve që rezultuan se janë mbrapa me kohë, pra që nuk hynë në tarifën e lirë fiks në ora 22 në mbrëmje, 67% prej tyre ishin mbrapa prej 1 deri në 10 minuta, 11% prej tyre ishin mbrapa 10 deri në 60 minuta, ndërsa mbi 4% rezultuan mbrapa mbi 60 minuta. Prej komunave që i kemi pa gjatë hulumtimit që janë mas shumëti me devijime më të mëdha janë Fush Kosova, Prishtina dhe Prizreni. Fush Kosova për shembull ngre alarm të madh, shkaku që 100% prej tyre kanë devijime, pra më shumë se 1 minutë, ndërsa 98% prej tyre janë me devijime negative, pra minus, që vënon pra qytetarët me hi në tarifën e lirë pas orës 22, sepse orën në njësore kanë më përpara, 2-3 minuta, 5 minuta deri në 30 minuta. E njëjta gjendje është edhe në komunën e Prishtinës, në kryeqytet, ku mbi 89% të njësorëve që i kemi marrë në hulumtimin tonë kanë rezultuar që janë me devijim masiv, pra minus, negativ, pra njëjtë sigur në Fush Kosovë dhe Prizren. Edhe në Prizren do më thonë mbi 86%. Gjitha këto komuna që po i përmendëm me probleme të mëdha, me devijime kohore të mëdha në njësore dhe në kohën reale, pra jemi të folë për qendra të mëdha. Kjo normalisht ngret dyshime dhe është alarm për institucionet, po edhe ngret dyshime mbi monitorimin edhe kontrollin të sinkronimit kohor që ndodh tek njësoret e energjisë elektrike edhe në kohën reale. Normalisht kjo është dashur me qenë një alarm edhe për me pas një sqarim pastaj prej operatorëve KEC-it, KESCO-s, po gjithashtu edhe prej zyrës së rregullatorit të energjisë, e cila është dashur me i kontrollu këtë çështje edhe me vepru në mbrojtje të interesit të konsumatorëve. Në Kosovë, sipas raporteve zyrtare, janë mbi 700.000 njësor, prej të cilëve mbi 400.000 janë njësor të konsumatorëve familje, pra jo biznese dhe industri, vetëm familje. Është shqetësuese ta mendojmë se mbi 60% e këtyre konsumatorëve mund të jenë duke u dëmtuar direkt duke paguar energji me tarifë të shtrenjtë, kur do duhet të paguanin me tarifë të lirë. Është shqetësuese gjithashtu ta mendojmë se një pjesë tjetër e këtyre familjeve ju mundësohet përfitimi në këtë situatë me ose pa vedije. Kjo çështje nuk është e re. Në fakt është përmendur në një raport të publikuar në nëntor të vitit 2024 të mbështetur nga Ministria Federale e Gjermanisë për zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik, ku thuhet: është e rëndësishme që qytetarët të analizojnë njësoret elektrik në Kosovë, pasi ora e brendshme e pajisjeve në shumicën e rasteve nuk është në sinkron me orën reale. Prandaj në shumicën e rasteve orët digjitale në Kosovë nuk e bëjnë leximin e saktë të tarifave të larta dhe të ulta. Askush nuk ishte reaguar pas publikimit të këtij raporti.
Në fakt, askush nuk ishte reaguar as atë vitit 2025, kur qytetarët kishin nisur të ankoshin në rrjetet sociale se kursimet që po bëjnë nuk po reflektohen në fatura, dhe kjo për shkak se njësorët e tyre të energjisë elektrike nuk i kishin kohën e sinkronizuar me kohën reale. Kodi i matjes i publikuar në fazën zyrtare të ZRE-s, tek pjesa e sinkronizimit kohor, ndër të tjera është thënë: nëse diferenca është më e madhe se 2 sekonda dhe më e vogël se 9 sekonda, atëherë sistemi AMR-s automatikisht do ta korrigjojë kohën e regjistruar nga njësori. Aty ku diferenca e kohës është më e madhe se 9 sekonda, koha e regjistruar nga njësori nuk do të korrigjohet dhe të dhënat e mbledhura do të vazhdojnë të përpunohen, kurse do të hetohet shkaku i mospërputhjes dhe të kuptohet efekti i mospërputhjes në mbledhjen e të dhënave. Statistikat që dalin nga hulumtimi i UN tregojnë se devijimet më të mëdha se 9 sekonda janë në mbi 98% të njësorëve, gjë që do duhej të ishte alarm për operatorët dhe organet përgjegjëse në mënyrë që qytetarët të mos vazhdojnë të dëmtohen. Në fund, cili është kuptimi i tarifës së shtrenjtë dhe të lirë, tarifës së ditës dhe natës, ku njësori nuk është i sinkronizuar dhe llogarit kohën gabim. Sa do të reagojë dikush pas këtij hulumtimi në mënyrë që të jap fund dëmit që po ju shkaktohet një pjesë të madhe të qytetarëve, kjo varet nga institucionet përgjegjëse. Ju mund të kontrolloni edhe vetë njësorin tuaj të energjisë elektrike për të kontrolluar saktësisht se kur hyni në tarifën e lirë dhe kur jeni duke shpenzuar me tarifë të shtrenjtë. Gazeta Nacionale ka dërguar pyetje edhe në ZRE dhe KEC e KESCO për të kuptuar pse njësorët nuk janë të sinkronizuar me kohën reale, ashtu siç përcaktohet me ligj dhe kodet e publikuara nga vetë zyra e rregullatorit të energjisë. Por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit të kësaj video. Për shembull, çan boni mu përshtypje të një përgjigje e KESCO-s, ishte se thanë që ajo koha kompenzohet pastaj në mëngjes ose kështu diçka. Po, Keci në fakt më shumë sqaru çet element. Keci ka reagu pasi që e kena publikuar raportimin. Po. Sepse domethënë pasi u bë situata si dolën në LDK-ja, na u dash me cit domethënë kanë qenë 24 orë dikon që kemi prit përgjigje. Edhe nuk na kanë kthy. Po tani dolën me një reagim që e kishin çuar nëpër media, edhe e kemi publikuar në nacionale. Tash Keci domethënë, çore, në fakt ajo ke konfirmim i krejt hulumtimit që e kena bë. Edhe unë mendoj që kjo është piknisja e prokurorisë. Domethënë unë mendoj se si do nuk ka më të bëj vetë ZRE-ja. ZRE-ja normalisht që duhet me marr masa. Domethënë duhet cila është tu hesh deri sot. Po nuk na kanë kthy domethënë përgjigje as zyra rregullatorit, jena tu fol deri në momentin që na tu zgjeru emisionin premtën, po. Edhe problemi tash është që edhe prokuroria ka me çka me nis, domethënë sepse ata po thojnë po ka devijime, edhe janë raste të izolume. Hulumtimi i unë është të treguar që nuk janë raste të izolume. Domethënë, nëse 99% prej 1050 mostrave, mos harroni 1050 mostra merren edhe kur bëhen sondazhe. Jo rastësisht i marr 1050. Domethënë që me zet një mesatare sepse ajo vlen edhe për na i kena marr 1050 njësor, në Kosovë janë 700.000 njësor. 400.000 pjetyne ose mbi 350.000 janë familjar, familje. Domethënë ku i kemi marrë në sta njësor, edhe tash ti 100% i përkthen në 350.000. Domethënë përqindje se na kanë dalë neve. Çashtu. Që i bën që 349.000, domethënë pi bën që janë me devijime. Shembull po e marr abdin, mund me kanë më shumë, më pak, këto mbetet tash me pa zyra rregullatorit domethënë me konfirmu edhe prokuroria administrative. Edhe prokuroria administrative. Se nuk mundesh si gazetar me mbledh krejt, e bën mos shkencore 1050 është. Devijimin e kanë, faktet i kanë, domethënë unë kam përgatitur Excel për këto farë çështje, rrugën ku kam qenë, sa ka qenë ora reale, gjithçka është e faktuar me foto, dëshmi. Veç dy pyetje të shpejta. Pse nuk qëndron çka arsyetimi i Kecit që kompenzohet në mëngjes? Që tu tash futu me dal. Tash këta janë të thonë që mundet me pas devijime, por në asnjë mënyrë nuk luatet kozatja e tarifës tullt edhe gjatë. Prej orës 22 deri në ora 7 apo i bën me pas 9 orë me tarifë të ulët. Domethënë këta janë të thonë nuk zatet, nuk ndryshon ç'ke kohë. Prapë 9 orë kemi pas. Unë po të kuptoj. Po domethënë tim ke thonë mua që në ora 22 unë hin tarifën e lirë. Edhe unë në 22 Elshoj makinën e lomjes. Mora elshoj, unë nashta kam Bitcoin ato. Po nashta jam tu minu. Çfarë do aktiviteti me rrym? Mu telefonoj edhe një familjar, tha unë kerret me rrym, tha se ai kam, tha domethënë për rentakara që janë këtu,
do më thonë, tha, unë krejt I shtipi orës 10. Tha, kisha pas orën gabim, tha njeri. Tha, non A stop, kishë pos gabim e dhaj, a? A Gabim. nuk është në mesin e atë në mostrave që i ke morë, ti është ashtë tjerë Jo, asni familjar, asni njerit njëfë shumë nuk e kom shti unë, do më thonë as orat... Do mund të shkoj elementu të sharu, ka të bëj me atë që në ora 22, nëse ti fillon me I fut, ai le të kompenzon pastaj në ora 7:15 mëngjes, po ti ke hek ato birë. Po normalisht. Nuk e ke shfrytzuar, që është vjedhje kjo. Po, ose për shembull Shkjo sharu veç në një pyetje të shkurtë. E kam pa shumë komente të shkruar që ne kanë vendosur një sort në mojë të banderit. Çto po du më dal. Tash do më thonë, çre, këta kur po thonë nuk luhatet kozatja. Unë po të kuptoj ty. Do më thonë, unë më I me lëshu një masin teshave, do më thonë më I me lëshu për me program 45 minuta. Çka nëse 45 minuta jam të pagu me tarif në altë? Se unë nuk qona 7 mëngjes me lëshu. Ose nuk më ke kallëzu ti më që në Ti nuk më ke thonë mu, hej, I ki në turë me të lirën, po ti zeje kur I ki. Po ti ke thonë në ora 10 e ki. Edhe është një vendim. Tash për qita du të me thonë përgjithësi dikush. Se këtu ma shtru dikush. Dikush ka përfitu, në është edhe pa vedije. Në më thonë se mu kanë su dhe më kanë thonë e unë e kisha gabim 10 orë për para, abdin. Në është atina I konvenën, që në mëngjes për shamë kur sënë diçka me pje ka një diçka, është me të lirën. Po do më thonë jënë 63% që janë të pagu ma shtrejt. Edhe që tu tash do të me njës dikush një hetim, këtu e në lozje, do më thonë ruhën, historia e njësorve ruhët, nuk mundet me dalë ketë si nesër me thonë, na nuk e dim arbëri sa ka shpenzu. Është një histori si e ka me liz, me rujt. Do më thonë 25 dit, 30 dit, nuk e di si është, po do më thonë është ma shumë se një rujt. E regullume, Po, edhe zyra regulatorit është e sudesme mos me reagu deri në këtë kohë. Do më thonë me thonë që hej, na e kina njës masat, sepse zyra regulatorit është një kodimatjes ato, që e kemi cek edhe në hulumtim ato që e pat, që është dasht me u respektu prej operatorve. Do më thonë, që ta operator, nëse nuk e kanë respektu që ato është si akt nënlizor. Do më thonë, nëse në regulohet autostrada është e hapën për me nisetime. Dash për IZRS, që është e qeveris. Po, është zyra regulatorit e cila është zgjedhet në... Je përgjithësi qeverisë edhe kuvendit. Po, prej qeverisë Kosovës edhe kuvendit. Do më thonë është institucion shtetëror, nuk jena të funja për privat. Prokuroria, do më thonë mundet tepër let me dalë, nëse nuk ka dalë endëm I mbledh mostrat, unë e menaj që këto rrezikon do më thonë me zhduk edhe historinë edhe mundet me undiku në për sta njësor. Mendoj une, do më thonë një ndryshime të mijat, që nuk e di do më thonë a jenë... Prandaj prokuroria do të vepru sa ma shpejt, apo? Pra, po thomë unë e menaj, se do më thonë nuk mëj me bo presion ashta në punën e tyne, po nëse që kjo qëndrën në teren, që kemi zjetë na, ose që ka zjetë një antari LDK-s atje, atëherë kjo po të kallëzën një alarm. Do më thonë abdin, nëse jo zërëja, nëse jo prokuroria, nëse jo severia, atëherë është e sutis me orën... Që ke shpërndo hullumtimin tënë, si me thonë, a I ki veç në Prishtinë, a I ki... Jo, unë im shku 9 komuna, do më thonë, ka sen Prishtinë, Fushkosov, Ferizaj, Prizren, Gjilan, Gjakov, Podujev, Mitrovic, Pej, do më thonë jetë përfshira gjitha rajonet e Kosovës. Do më thonë qëllimisht këmë shku në gjitha qendrat e rajoneve kështu, në mënyrë arbër që me umbledh në ashta mostra ma e mirë prej qendrave ku ka ma shumë popullsi. Ta çka po ndodh, është që në për çdo qendra, pas publikimit që e këna bot raportimit, do më thonë na kanë kontaktu njerëzë dhe na kanë thonë që të problemin që e pas ke pa dhe ti në për komende, që njësor dhe rrymës I kanë në bander. Kjo tani, unë e menej që është kitë antilizore, do më thonë unë menej që këtu është të cenu e drejta me pas qasin njësorin tënë. Sepse, Mu shumë njerëz më shkrytin që po du me po nuk mësë është atje të banderi në altë, nuk po di që me po. Sepse, do më thonë ti e të thonë që për me po në njësorin tem, sa tu të regon edhe kilovat sa ki shpenzu. është raporti jëtë me energjin që... Për me po të ashti sa kilovat ki shpenzu që atje në altë, do më thonë ti du është me marë shkallë edhe me shku me rreziku jetën që atje të telat, do më thonë telat e rrymës atje në altë, të kablët e rrymës. Këtu problemi është që ty është të cenu me pas sasje, sa I du shpenzu rrymë, sepse ti nuk e din tash. Do më thonë, nëse jo vis me kohë, atëherë ty mund me të shtu edhe kilovat. Po e marrë shembull hipotetikisht, edhe ti nuk e din sepse nuk ki qasje në të. Nuk i qasje, nuk i raport me... Tash për mja u spjegu, do më thonë njerëzve. Për pos problemit me kohën, që nuk është në sinkron, është edhe një problem tjetër, do më thonë që ju kom drejtu Agencisë Meteorologjisë të Kosovës, që funksionon në kuadrët Ministrisë Tregtisë.
industrisë, tregtisë dhe ndërmarrësisë, MIK-it. Që kjo ministri që është udhëheqës më herët prej Rozeta Hajdarit, tash që është Mimoza Kusari. Është një agjenci e meteorologjisë që funksionon në kuadër të sajna, të cilët na kanë kthy përgjigje, domethënë edhe muj me pa edhe storën e radhës ose muj na me përfshin në emisionin tjetër. Domethënë ku na kanë kthy përgjigje dhe na kanë tregu që prej 2025-s në fakt nuk janë në proces të akreditimit për laborator. Kjo tash që kjo agjenci po e bëj ke verifikimin, do më thonë rregullimin, kontrollin e shtypjen e njësorëve, verifikimin e tyre nëse janë të e matë rrymën mirë. Do më thonë kjo është komplet çështje tjetër. Nuk ka të bëj me kohën tash e ka përgjegjësinë besoj ZRE-ja, sepse që kjo agjenci neve po na thotë që na kohën nuk e kqyrim, po mbas e kanë caktuar këta blok tarifën, do më thonë do të me marrë përgjegjësi ZRE-ja. Po, kur e kanë caktuar do më thonë blok tarifën, ish dashur edhe me caktu një trup mbikëqyrse. Apo aplikohet që në teren. Ta shajna të folë na, do më thonë, për matësit e kilovatve, do më thonë, a është të matë mirë njësori, a është i kalibrum, a është i verifikum, prej 2025-s nuk ka sa akreditim. Do më thonë, nuk mund me bo qaj laborator brenda agjencis, as nuk mundet me bo verifikimin e njësorve. Po, kuptej. Tash. Nuk mundet as me bo verifikimin e njësorve edhe për tjera, gjenerime tjera dhonave që i ka asë për kur gjë. Do më thonë, kjo është të merë në vetit, cilën storin e përfshin atash në emisionin e radhës djelim, që ka me pas edhe disa... Që me vazhdu këtë urim. Po, sene tjera që janë ekskluzive që i shenim mastejnë e POV nacionale, po do më thonë, sa deshta me thonë është që është komplet edhe një teren tjetër që është u hapë si do. Sepse kjo është në dorën tamam të shtetit. Tash, jena të folë dhe më thonë për një pjesë është në dorë të shtetit, që nuk ka akreditim, edhe që verifikimi njësorë nuk mundet me u bo. Tash ti po thu, që sa shpenzon arbri, që ka njësorin në bander, nuk e din as qytetari, as shteti, as ZRE-ja, as ministria, po e din veç keci. Edhe faturam. Edhe nejna të i besu një operatorit privat. Po, faturam pënd. Po. Edhe shko taguje. Tash, po këthejna me një diska tjetër. Komplet hulumtimin që e këmë bo, në asë një mënyrë nuk më dash me lidhë politikisht. Po. Por, del me Fail Bajsinovci, edhe i kish reagu LDK-s. Adin, tash, LDK-ja është opozit. Sa deputet i ka? Një 15. Po, sa i ka vetë vendosja? Vetë vendosja i ka mbi 60, sepse ka qeverin. Do më thonë jena të folë për mbi 60 deputet edhe del me Fail e thëtë më falë, po një lloj të njësorëve, e pas ka pas prum LDK-ja në kohën e veta, qa po dione, do më thonë kece e ka prum në qatë kohë. Shkone e lidhë krejt, pa lidhë e krejt. Po, këtë, do më thonë këtë, edhe e lexova 2 herë, edhe arbër është për gjuna kush na përfaqëson neve në kuvend. Sepse jena të folë, ja nuk intereson heq për këto dyshimit për ullim. Na jena të folë për dyshime për vjedhjen e qytetarëve, që mu personalisht nuk më intereson aje vetë vendosje, sepse kur të vjedheme, na vjedhëm krejt. Do më thonë qytetarët një të u dëmtu. Që nuk bën me ranë në rangun e ti të diskutimit politik, po edhe kur u shit keci, veç të veç një fjali. Mimoza Kusari ka qenë ministr. Po, e kuptojnë e bre. Po, qëre, na nuk përdojna me dalë, Avdin nuk përdojna, se tash, qëre, nëse delë të këja dhe thët, po bre me Fail, po kur u shit që ku ka konë Mimoza, kjo këthejt në politikë. Po dhe politikë, ledi politikën. Ne jena të furë shtu për një hajni të madhe, dhe më thonë që tu, edhe mire ki shkrujt një koment, kishtë thonë qërë që një 6 vetë jeni ju për shtet, kalëzëm ti se i dhe po, zyrën e regulatorit ju e kontroleni, ju e thërni përgjithësi. Jo, ko ka shit keci, që edhe unë po thomë, kezbre që u shit keci që u privatizu, adin që pe thomë që ta. Hajde tash e ki rrugën ligjore, dhe më thonë ti si shtet, për me ZRE-s me faktu një problem që mundet me cu edhe në prishet kontratës. Unë e besej. Dhe më thonë me sa se më do lizu dhe i stash, unë e besej që javën tjetër dalë edhe me një diska, dhe më thonë edhe ma konkrete, kështu prej kontratës e ka qeveria... Që fakt ti bishërben, ti vetë vendosi. Ves adën. Do më thonë, unë jem të thonë ty, ves aje të dashti... Unë e material të mushi. Po, merri ti që tu edhe si shtet vish kryt e tyrat e tuja. Amo, jo si shtet... Facebook. Ti nuk e kishe laboratorin e ministrisë të akreditum. Po, kjo marre. Do më thonë nëse një qytetare, veç për mja u spjegu qytetarëve, ma ki shkrujt një anë njësori jem nuk logarit mire. Për që ta i njësa pytjet në AMK, në Azencinë e Meteorologjisë. Do më thonë që të njësi krejt. Edhe ma qeja i me fakte e krejt. Aje kish matë edhe vetë, po tha kjo nuk vlenë në gjykat. Edhe folja me to, do më thonë, tha shërë mjetët private, do më thonë nuk logaritën atje, do të një ekspertizë.
Tha, unë kom shku, tha ankes, tha s'mu ka lejmëru. Tash, që ky qytetar duhet me shku të Agencija Meteorologjisë me bu ankesë edhe ata bojnë verifikim të jashtëzakonshëm. Qysh ka me ta bu verifikimin e jashtëzakonshëm kur s'ka akreditim laboratori? Do më thonë, na si shtet kena dështu me kontrolu kecën. A përdin, qka do që i full të ashti? A vetë vendosja? Që nuk e di ty e qa del në fund të hullumtimit, ama veç kështu nga kuptimi institucional që funksionojnë institucionit, unë jam i sigur që keq të probleme shkaktohen për shkak të krizave politike. Sepse do të me posë që qëto organe zgjidhen kuvend. Qëto borde të qëtyne që i marrin llogaritë, qëtyne organeve shtetërore zgjidhen kuvend. Po se agenci edhe ti e ke posë llogaritë që ta ka shkel 56 herë kushtetutën, veç sa më pedu një njëri me qitë që atë, e keq të probleme ndërkohë ndodhin në teren. Keq të probleme ndodhin në teren, edhe Oçan, po besoj që hullumtimin kemi vazhdu me një surt elektrik. Kemi me sjenë non-stop, do më thonë për cilë në edhe në Gazetën Nacionale edhe për çdo problematik, mos hezitoni me na shkrujt edhe mu në Facebook, ose Arbrit ose qa do, një ekip gjithësysh ka me trajtu problemin e ju. Kjo ka me vazhdu, do më thonë ka me pas edhe detaje tjera, që paka shumë që na verifiku, po që hala nuk... Po pa tjetër, deri të ta merë formën e vetë hullumtimi, edhe pas ta i plasojmë. Por ajo që ka rëndësi është edhe fatet individuale, njerëzore, cilat përbollen me këtë katrahur që e pëllë me Oçanin. Është një burr i cili tashe mbi 20 vjet nuk kishë rrymë në shtëpi. Burim Pacolli, gazetari Burim Pacolli ka shku të shtëpia ati për me pasi qysh jetën edhe qysh ja del. Agja Zanel është edhe i traktorin tash, edhe po e shfrytëzon kablën që e ka lidh me akumulatorin e traktorit për me mbush një dritë, e cila ndriçon natën sa mos me min terë edhe për me mbush telefonin. Që qëta qështë e mbushi këto. Kërë me vend qëfar hargjimi ko me dhezë këto për mbush telefonin. Gatujmë këtu, me këto. Ujë që të me... Krejt që të i kryni do me thonë, edhe ujen për pastrim këto e. Krejt se s'ki ku. Për nëjë si këtë në ere, e vërë. Kësot dhe të vinë ata për shtetarë, vish 3 ditë me familje t'i ponë që tu, unë ma e qajdur, do e thëmë ditën e mirë se mirë është. Përshëndetje Burim, të lutem, a mund është me vizitu një burrë një gru, cilët nuk kanë qasje në energji elektrike për ma shumë se 25 vjetë. A i burri aty që jetën e mbush telefonin edhe një drit natën sa me bo drit me akumulator të traktorit. Janë gjendje të mërshme, jetojnë si në parahistori e jemi në vitin 2026. Të lutem, nëse e sheh këtë mesazh, konsideroje për me i vizitu ta nisi edhe lokacionin. Okej, na kontaktu me këtë person që na ka shtru, na ka nis lokacionin, hajde gjejna prapashtic, ka? Okej, para se me vazhdu storia tutje, vazhdojeni me këqyr, dohet me i falenderu njerëzit që e bojnë të mundur që të operimin tem teren. Është Delta Group me 21 pikat pompave në për krejt Kosovën, top kualitet benzinin, top kualitet naftën edhe derivatet, vizitojeni ku dhe që e sheni, edhe këqyreni edhe vetë. Posta Easy, super customer service, shërbim ndaj klientit, super shpejtësi, ndërgesa është posta kryesore në Kosovë. Easy post të gjeni në Instagram. Okej, jemi në fshatin Prapashtic tash, jemi këtu me Zanel Fejzën. Zoti Zanel, që sa jeton këtu në Prapashtic, në këtë vend, ka gjalar, ka ke civilizim? Që tu kena lind. Apo? Po, tani unë ku punon në lindje, prap, masi dëllëm për punës, e ku bo shpin, e ku bo që të lobë, dë pula, me bëjsi, si gjithë. Problemin kryesor të e ki me rrym, ti nuk ki rrym. Jo, nuk kam rrym. Që sa s'ki rrym? Rrym, këtu mas luftës se kanë shkatru edhe mo. Që sa vjetë? Kjo është ma shumë se 20 kusur vjetë është. E qysh që 20 kusur vjetë ti jeton këto edhe gjithmonë ke që... Une jëm këthy që të 10-12 vjetë që jëm këthy, se këtu ne kanë kallë me shpia, këtë shpi në repe shë e këmë po, krejt, që 12 vjetë dikon prapërsisht se e këmë në menën, që jëm këthy, pa rrim qështu.
Që 12 vjet nuk i rrym heq. Jo. E qyshja bën, sa është sfiduse, sa e ki shtirë, kalzon. O burë, unë i këmë thonë edhe aty në pushtetarëve se unë s'këm lënë kur kun pa anë ku. Te edhe të avokati publik të kom lënë. Po më duket edhe ata janë korruptuese, kur gjë, s'ka. Këshyrën që 3 vjet, 4 vjet, se shumë shtirë është, qërë me traktor, e lidhe e kopnat i këmë zgot, e mushi telefonin. Me traktor? Me traktor që, mundesh me po. Qërë që të solare në vugël e kam, që të në gjam, e bëj një dritë. Qyshja bën përgatime për këto gjamë? O burë me dru, si këtë në herë. Si këtë në herë, di mërver me dru. O qëllë? Hajde e këqyrën pak, a mujna me... mrena, me hordë, me po, krejt, ka dush. Që këto koplat, qëri, i kom zgatë mrena për të me dalë, qëri, koplat, qëri këtu, përshë, edhe i kom shti mrena, atje kom hik një asit kjerët, e pëtën, që mbushet, që aty e në gjesat adapterin, e mushi. Jo, që tash te... Që kjo akumulatori është, për mes traktorit, do me thonë me akumulator traktorit e mush. Po, edhe kur hargjohet këtë du të me dhejtë traktorin, më nëmen sa, për me mush, plët jënor dhe në vendjarës peshe vetë që ka pos rrymë. Kjo para 50 vjetë e kusur ka pos rrymë këtu. Po, a? Po këtë shtylla unë si ku nu. Qa ka ndohë me rrymë këtu? I kanë vjetë që, ka dhe në malat i kanë të dzu, i kanë marrë telat, s'du të me mohu dikush për shqiptarve, ku s'ka pas rrymë dikush, ka intervenu, ose i ka dhonë pak pore, jënarë i kanë hijek, dhere sa i nga këthyna, se ne kanë kollë këtu me qka u konë. Se kupini që të është, që të është kupini, që të me njerë, mund është me po që të kupini a nejërë Sërbi, që të ku morë mas pari morë, ku jetun që të. Që të baroka? Që të, tash i ka pasë do jënë prish. Tani, ku jetun që të, kadal, që to. E kom ble, e kom vendos bile qëtu ku, kadal tani e bona shpin, po tash, që të dy unë e shtëpi shtetit kom lyp, kur gjomë më një, kom lyp rrymen edhe rrugën. Rrugën kanë fillu, kanë fillu, ishallah s'malon gjysë, se, qërë ku e mbushë, që e në gjithë sa shumë e këta, këshyri që dhe është, edhe e në gjithë. Që e qëta qështë e mushi këta, e në mushi edhe batarijat se mu më vytë, se s'kam. Do me thonë që këtë telë është i lidhën me akumulatorin e traktorit. Qërë atje ka kalën, apëshe që kësajdi, që pe atje e ka, që këtu. A fi këto, që e ka mushët. Edhe batarin e mushi që ashtu. Që kom bataria plot, se unë pa bataria së në rri këtu. Plot, ma shumë se shqitoria kom. Se dush, pa tjetër. E natën që shja bëni ja që se ne? Natën pa shazotë, s'ki që është mja bëtë që kjo salarët të treguva, që kjo mushet me djetë, e kjo tash kur dhezët, që tash dhezët, është tja heki këto, se tja hekë shto, do të më dhezë kjo. Që, më dhezë. I vetëmi burim i dritës, do me thonë, artificiale në shtëpinë e Zenelit, është kjo e cila mbushët me akumulatorin e traktorit gjatë ditës dhe pastaj konsumohet gjatë natës. Qyshja bëni për gatem, për ujtë val, ujtë nxehtë? Jo, që këtu shpëriti, se nuk se njës të menojnë. Do që do nxehesh pak se ftosët, që gatujmë këtu me këto. Ujë që të me... Krejt që të i kryni, do me thonë, edhe ujën për pastrem këto e... Krejt se s'ki ku. E këto pjesë tjera ko ka gjaftov, do me thonë, vetë që të e keni nëzat. S'ki hi aty. S'ki, po ajde këtu, apet, po bile për nej, për i gëri për na, unë i kom lëp, unë s'muj, kur gjo me shfridzu, sen, kur gjo s'muj shfridzu, se thorbet, me njëherë thorbet, kur gjo. S'ki frigorifer, s'ki. Pa, s'ki me qka? Qka që arroa me të regu 2 macina i kom prish me agregat. Të mundu me i la teshat, aja agregate se bjen rrymen tamon. Teshat krejt ndorë? Ndorë që me mu. Ja do të mi qumë Prishtinë, ja të shqyjo. Dishka të s'ki. Por nojnë si këtë në ere, o vurë. Si këtë në ere. Që shka ndërnuat bobe bab gjëshe, 4 gjëshe. Në shekullën e 21. Po nuk e di që është si u vje marret i shtetit, me po dikush këtë stërja në kohën e Sudit, me qëtësane. Une për vetis se di veç për qësi njerës që i kanë vullnet me bo qëta, o do shteti me bo pak ma shumë. Se për me i ka një krejt, ka pos atje njerës, ka pos këtë pjesë ka herët, krejt jenë konë, ka nik.
Ka nikë burë, s'ko, ti e peshe vetë, veç një shpi. Edhe unë nesër mas nesër po. Për besu ne i këmë shqit një herë lëpë krejt, se s'pat rrugë. E fillon rrugën, apet, u këtheva i bleva. Po, qështë zërë është. A Gjazanel, qysh është pa rrymë, qysh është jeta pa rrymë, çdo ditë prej momentit kur qohësh. Ngam kjo mazër nuk ose mas pori fëmija, unë fëmijës së një thëmë, hajde rreti me mu këtu, s'ka internet, s'ka kur qasje me kërkan. Ti mund është me thirë dikën edhe me komuniku kështu, si masi në bëqta telefonë, se për ndryshi, ishtë dush me shku në Prishtinë për një informat. Let nuk është, veç aj që provonë. Kënë thonë dhe të vinë ata për shtetarë, veç 3 ditë me familje t'i ponë qëtu, unë ma e qaj durë, të e thëmë ditën e mirë se mirë është. Dhe të pranoj që të kushte. Veç 3 ditë me mbjetu? Veç 3 ditë, vës t'y bëni rrena stresat. Si rrena, as mija, as gruja, as kur, se peshe vetë. Edhe peshe vetë sa ju munu. Njerëz, ngani, tash do me thonë shtëpia e Zenelit, po e dini, nuk ka rrymë, që 25 vjetë, që kjo është burimi i vetëm i nxehtësis, që kjo shparet i dëruve përdoret për me ngro ujen, përdoret për gatim, e për krejt gjanat që ka kundër lidhet nxehtësia me to. Frigorifer normalisht nuk mundet me majt, i prishën sanet. E po të parzët që nuk e dhezi, u të është me lëshu në shtym me dhez, me mush, tash e ka mush, vesh pak se. A Gjazanel është të edhe i traktorin tash. Edhe po e shfrytëzon kablën që e ka lidh me akumulatorin e traktorit për me mbush një dritë, e cila ndriçon natën sa mos me min terë edhe për me mush telefonin. Do me dhez, u mush, tash apshe, dhez, tash kjo funksionon atje. E mush. Po me rëvëman qëfar hargjimi ko me dhez këto për mush telefoni. A sa hargjon rrymë telefoni, do të me dhez traktorin për me mush, e me mo. Kur punoj kjo e mush vetë dhe tani ka rrymë. Po ka një, tash kitë kohë s'kem që me punu, do të vishë për qëta me dhez. A Gjazanel, cila është thirrja jote për kecin? Se kanë me po kitë storje. O burë, une, ata e dinë se këmë thirë shumë herë, po prapë po thëmë, me ma po një zgjidhje, se ka posin rrymë. Para 50 e diqka vjetë ka pos rrymë, sot nësë me pos është more. Për me pas qartë, se Zeneli po na thotë sigurisht edhe prej eksperiencave të kalume, njerëzit menojnë që ky jeton vjen këtu veç në vikend. Jo që kjo është shtëpia ku jeton çdo ditë. Qohet, jeton, han, punon, kam lë, pula, qenë, zagor, gjitha, jo çdo ditë për gjithë, natë ditë. Po. Edhe kur kam me shku në i punë, bova kim du të me shku, që për të shamë djetë që të thash. Jem shku për me dërzu për subvencione, u ka dasht me thirë një kojshia, dikon me thonë këshyrmi baktin, dhe e sa të vi, se për ndryshit i suni len këtu, se që ku janë këtu, që i krejt, i kam 8 cupa. Okej, na tash ti kena me shku, ose kena me këshyr me marrë një prononcim prej kecit, realisht para se me orë këtu i kena njoftu kecin, ja kena jep dhonat, i kërkun dhonat, të këshyrëm që ka kanë me na thonë, hajde? Okej, rrugës tu këthyna, nuk arritëm me siguru gojaresh një prononcim prej kecit, prej një zyrtare aty, si do qovë na thanë nise një email, e dërgova emailën që kjo është emaila, ja sqarova problematikën edhe pyta kur ko me intervenu, kur ko me ndërmarrë diçka për rastin e fjallë, që tash vetë sa ma këthej keci emailën thëtë. Inderuar, faleminderit që na keni shkruar, më poshtë gjeni përgjigjet për pyetjet që keni adresuar. Rasti në fjalë është trajtuar në përputhje me procedurat dhe kriteret teknike në fuqi. Kërkesa është refuzuar me datë 14/10/2017 me arsyetimin se nuk ka rrjet distribuev në afërsi të objektit të aplikuesit. Sipas vlerësimeve të ekipeve teknike, rrjeti më i afërt është mbi 1 kilometër largësi nga lokacioni i kërkuar. Pas kësaj date, kompania nuk ka pranuar ndonjë kërkesë të re nga konsumatorët për të njëjtin lokacion. Në përputhje me rregullore në fuqi, për çdo shqyrtim të mëtejmë, konsumatori duhet të paraqes kërkesë të re për lidhje, e cila më pas trajtohet sipas procedurave dhe kushteve teknike të aplikueshme. Klaudi pak zone për him, për shkak se po thot
nuk kanë mujt, I guess, me pranu kërkesën për shkak të kritereve teknike me arsyetimin që nuk ka rrjet distribuiv në afërsi të objektit, në afërsi të shtëpisë ku jeton Zeneli me gruan e vet. Rrjeti më i afërt po thotë që është 1 kilometër largësi, po tash këta po thonë nuk kena pranu kërkesë të re mo. Çka ndryshon realisht nëse dërgon kërkesë të re? A ka ndryshu rrethonat, rrjeti më i afërt a vazhdon me qenë 1 kilometër larg apo nashta e kanë afru? Nuk e di, sidoqoftë shumë hapësirë për interpretim çka kena me bona, kena me njoftu Zenelin tash, edhe kena me thonë bënë një kërkesë të re edhe këshir çka po të thojnë që na mas nej me pas qartë saktësisht çka po kërkon kecin këtë rast. Hej, unë jam bërë pa colle mos harroni, me që ta më gjenin këtë platformat, kena me i shku deri në fund këtij rasti, kena me u dok prap te Zenel Fejza në Prapashtic. Siguroni me ma bo follow nëse ju pëlqen që kjo video në mënyrë që me ju shfaq sa ma shpesh qoftë në Facebook, qoftë në TikTok, qoftë në Instagram. Okej, për pas si sajna, do më thonë burime e ka marrë tepër edhe personalisht këtu me kry si mision një abonizjive, apëtin. Sepse i këshin thonë që du të me qu një ankes me një vend që kërë personi se ka ditë kështu që kena storën e radhës, do më thonë të ndjekim edhe këta edhe këthemi prapë. Këtu jemi me Zenel Fejzën, ju kujtohet nga storja e kalume. Ata Zenel është edhe i traktorin tash. Edhe po e shfrytëzon kablën që e ka lidh me akumulatorin e traktorit për me mbush një dritë, e cila ndriçon natën sa mos me min terë edhe për me mush telefonin. Me mush këto. Merë me vend çfarë harxhimi ka me dheth këto për mush telefonin. Nuk ka rrymë që 25 vite, nuk e din çush është jeta me rrymë, domethënë. Agji Zenel sot e ka përgatit ankesën, ju kujtohet herën e fundit keci, kur i kum qu pyetje na ka thonë me dërgu një ankesë. Për shkak se s'është bo ankesë prej vitit 2017, thonë. Agja Zenel e ka përgatit ankesën, tash po shkojmë bashkaresht po e dorëzojmë zyrat e ketit. Po, deshta me tregu se imi kohën edhe njerës na ka pranu kërkush këtë kërkesë. Po. Sot na nuk jemi për këto na jemi vesh për një bander 2 dhe u kry puna. E kur e ke bo, Para 3 dite. Para 3 dite ke qenë me dërzu. Po, me dërzu jo s'te ka pranu. S'kam pranu, a? Ja, të kam lejmru. Edhe s'është të vërtet që vej 2017 që s'ka bo. Po kemi bo plot se ju konë 3 herë komisioni këtyne me vërtetu linin. Okej. 3 herë. Qa shkru në ankesë? Drejtuar ketë. Kjo është kërkesa, do me thonë, që po e dorëzojmë tash në ketë. Agja Zenel thotë se herën e fundit kur ka qenë këtu para 3 dite nuk e kam pranu fare këtë ankesë. Po shkojnë tash bashkaresht të këshyrëm qka po na thojnë. Sigurisht nuk na lojnë me gjiru mrena me kamerë. Albion të rre këto pret na, mas nej vina ju njoftojna për zhvillimet mrena. Hajde? Bashk me Agjen Zenel e sigurum këtë dokument, i cili është dokumentet e nevojshme për aplikim për pëlqim parimor. Janë një mal dokumentacione që do të me i përgadit, është 2 faqe kjo kërkesa. Sigurisht na kena me gjetë një ekspert çështjes me komunikume të dhe me na përgadit krejt dokumentacionin e nevojshëm. Shihemi në storjen e radhës, Agja Zenel, au lodhe. Pas pata jo, a ku bono nervoz, ai dëgjove. Po, u bone nervoz, e vërtet, po du të me marrë me qëtësi pak, po s'ki faj edhe të pash... A për çka posedojnë, a sa herë kanë qenë të une. E vërtet, do më thonë, ata kanë qenë... Më kanë shëtit. E vërtet, po të kuptej. Shihemi në storjen e radhës, tash të kena më mënu me gjithë me bos gjithje me i siguru qëto dokumentacione krejt, edhe me i dorëzu prap në kecë edhe me këshyrë qka pëndohë. Këta na thanë që Departamenti Investimeve kur do që vendos me investu në atë pjesë, e adresojnë çështje, njerë për njerë nuk ka investime në atë pjesë, të këshyrem. Ngam, kejt që to storjet e mija kishin qenë të pa mundër në teren, mos të kishë qenë posta easy, posta kryesore në Kosovë, super shpejtësi ndërgesa, edhe delta grup rjeti i pompave me 21 pika në kerejt Kosovën, top kualitet derivatet, benzina, nafta, ku do që jeshini, heni patut.
Okej, përveç që energjisë elektrike, ajo që po shkakton probleme të qytetarët është ngritja enorme e çmimit të naftës. Veç ta bëj një pyetje, ndoshta kështu, çka s'po shkakton problem aktualisht të qytetarët? Domthonë që ka çmim e që nuk po shkakton problem. Jo, jena në probleme të mëdha me çmime në ekonomi, po kjo e naftës është zinxhirore, se nuk është vetëm nafta, po pushtetohet rruga, pushtetohet gjithçka tjetër. Fotoreporteri jonë, Visar Kadrolli, ka dalë në teren, mundemi me I pa me fakte. Po, përderisa jena të full, përderisa jemi duke full, çmimet që janë kanë për shfasim edhe datën ato kur janë marrë këto çmime, që më kanë korrekt se po luhatën kështu. Çmimi I natës deri në 1.79, po që janë. Domethënë s'ja vlen më. Nuk ja vlen. As më hyp kjerët as kurrë. Problemi deshta me cek, domethënë te Visari, fotoreporteri jonë, edhe gjatë hulumtimit të njësorëve elektrik, domethënë e gjithë puna u bërë përbashkët me Visarin. Me Visarin. Visari ka ardhur gjithkund I ka kry fotot. Na I ka dhënë shërbim kështu të rapajiset e veta, adin? Këtë fotografi që ishin e nacionale për gjithë shka që ndodhën në Kosovë, është dura e Visar Kadrollit. Bas, që e ka të blogët nacionalis, domethënë është Visari. Fotografi jonë I jashtëzakonshëm. Mirë po qanë të ngritja çmimit naftës, çka është interesant se prap Ministrja Mimoza Kusari po sa u kërku heqja e akcizës ose e tarifës, po përveç se nuk po ndërmarrin kështu kur gjë si e thanë deklarat cilën që ta që thanë nuk besoj që ndikon heqja. Po, përveç kësaj që thanë nuk ndikon heqja e tarifës e kështu, e paten shkru këta një ligj antikushtetus, që ka qenë ligji për çmimet tavan, që ka qenë antikushtetus, ka qenë I shkrum keq, I shkrum gabim, I bom keq, edhe që kjo mendësia që mos me zgjidh situatën, po veç me lafologji, a mjafton, a më me fol, a më me thonë diçka, a më me gjyt topin dikon, a më me thonë qytetarëve që a më me si një status. Unë nuk kam faj, po ka faj dikush gjykata kushtetuese, opozita, a më me bëj çto, unë e bëj. Mimoza Kusari që kishton për na erëzun ligjin për çmimin tavan, për marrësitu, domethënë qytetarëve të ju qit hisyve me mos punën e tyne. Po dhe Visar qërë se pak u bo edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Unë Orbri, sot jam Orbri, kanë erë bona dhe Visar që fole për Visar. Domethënë deshta me full Orbër edhe për pjesën e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese për këta, për Mimozën, është e mirë kur e bën një vendim që ju konvenon ka pak, nuk është as e mirë kur s'merr vendimin, domethënë ja lëshon prap një llaf. Gjykata kushtetuese vepron përmes një kornize, cilën dashja çmimin tavan, si të shkruaj shkencë gjithë kam ata. Po gjithë kam ata. Adin, ndoshta e ke shkruar keq qëllimisht. Po unë, adin? Jo nashta, po sigurt e kanë shkruar keq qëllimisht, vetë se e kanë ditë. Për me bu situacion tani politike, po. Po ndodhen këtu, jetë çmimi I naftës e këto problemet. Ata, po, kapën të një, po s'pëna lenë. A moni men atëherë. Po s'po t'lenë 800% t'i lanë qytetarë, s'po m'lenë. Krejt funksionin e kanë të më thonë me sta se atëherë. Qërë kjo ndodhe njëtë përdesme që të shkoj njerëva dhe njerëz që për çka do të më thonë ata, për përgjithësi s'kanë. Po, veç arsyetuaj. Jo se u qova diçka vënë. Po, jes mujta, jo se su vënë, ti ki faj. Aj kushia ma gojnoti mu. Ja, aj kushia mu nuk më lenë me... Qa tu ma lenë kjerën? Me kajt? Mi thonë, po qut, bënë të se ajo këshia. Ja po s'po mëj se, e po lëshën rrugi. Aja kështë zhënu o burën e vetë, mirë. Aja mirë është. Qëre, gjykata kushtetuese e mërë edhe një vendim, një akt gjykim I cili duli këtë javë. E kom bo një video në lidhe me këtë akt gjykim, por sa doli akt gjykimi, një par analizet shkurt se qka I bjen kjo akt gjykim, nëse dëni e ndjekim video. Po, ndjekim. Gjykata kushtetuese e ka rrëzuar efektin juridik të dekretit të presidentës për shpërndarjen e kuvendit. Dekreti 6 marsit 2026 nuk vlen dhe nuk mund të prodhoj pasoja juridike. Pra, sipas gjykatës kushtetuese, kuvendi nuk është shpërndar ligjërisht në atë moment. I gjithë rasti ka të bëj me 2 afate kushtetuese. I pari, presidenti I ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Kjo del nga neni 86 paragrafi 2.
Dhe i dyti, nëse brenda 60 ditëve nga fillimi i procedurës së zgjedhjes nuk zgjidhet presidenti, atëherë kuvendi shpërndahet. Kjo del nga neni 82 paragrafi 1 në paragrafi 3. Gjykata tha se afati 30 ditësh është real, detyrues dhe i rëndësishëm, pra nuk e mohoi. Nuk ka thënë se ai afat është i pavlerë, por në këtë rast konkret, gjykata tha se nuk mund të thuhet se kuvendi ka konsumuar krejt afatin kushtetues për zgjedhjen e presidentit, sepse legjislatura e re është konstituar vetëm me 11 shkurt 2026, procedura për presidentin ka nisur në atë kontekst shumë vonë, me 9 mars 2026. Vetë gjykata e ka pezulluar përkohësisht veprimin e dekretit, për pasojë kuvendi nuk ka pasur në dispozicion të plota 60 ditë që kushtetuta i njeh për këtë procedurë. Pra, logjika e gjykatës është kjo. Edhe pse afati 30 ditor është i detyrueshëm, në këtë rast konkret nuk lejohet që dekreti i presidentës ta pres procedurën në mes para se të konsumohet afati 60 ditor, të cilin kuvendi nuk e pati, sepse nuk ishte i konstituar. Dekreti 6 marsi 2026 nuk prodhon asnjë efekt juridik. Kjo do të thotë shpërndarja e kuvendit me atë dekret nuk qëndron. Mandati i deputetëve nuk është ndërprer nga i dekret, institucionet nuk kalojnë automatikisht në skenarin zgjedhor vetëm pse presidentja e ka nxjerr atë dekret. Pra, gjykata e ka shfuqizuar dekretin. Gjykata ka vendosur që kuvendi vazhdon të ekzistojë dhe të funksionojë pikërisht për ta çuar deri në fund procedurën e zgjedhjes së presidentit. Sipas gjykatës, deputetët tash kanë edhe 34 ditë nga hyrja në fuqi e aktgjykimit për ta vazhduar procedurën duke tentuar dhe përfunduar zgjedhjen e presidentit. Gjykata ka caktuar afat shtesë për 34 ditësh. Gjykata nuk ka thënë se zgjedhja duhet të mbahen menjëherë. Përkundrazi, tha se zgjedhje nuk ka tash për tash, sepse kushti kushtetues për shpërndarjen e kuvendit ende nuk është konsumuar. Zgjedhjet e parakohshme vijnë vetëm nëse kuvendi dështon ta zgjedhë presidentin brenda këtyre 34 ditëve. Në atë rast, kuvendi shpërbëhet automatikisht ex konstitucione dhe zgjedhjet mbahen 45 ditë pas dështimit eventual. Presidentja Vjosa Osmani e shpërbeu kuvendin, por gjykata kushtetuese ja doli disim me thonë që nuk e ka shkel kushtetutën, sepse vendimi i saj për dekret nuk ka prodhu asnjë efekt juridik. Kjo i bjen që vendimi i Osmanit ka qenë nul, pra nuk ekziston si vendim dhe prandaj nuk ka shkaktuar pasojë dhe rrjedhimisht nuk e ka shkel kushtetutën. Apo prap vetëvendosja e arriti mjalon fajnë, me thonë që ti... qanë se qytetarët pritojnë, normal nuk e kanë këtë punë, me i po komentet që i ka qu se cili akter, është interesant që në se cilin argument që i ka qu Albin Kurti, kryeministri, në gjykatë kushtetuese, në se cilin argument e ka hush. Për shembull, ka pretenduar që i takojnë edhe 60 ditë për me zgjedhë presidentin, gjykata kushtetuese i ka thonë jo, të takojnë 34 ditë, po adi pse? Vetë sepse kuvend ka pas veç 26 ditë. Jo për diçka tjetër. Edhe këtë afatin 30 ditor, që do të më zgjedhë presidenti 30 ditë para se mi kalu mandati presidentit, këtë Kurti nuk e njeh si afat, ndërkohë gjykata kushtetuese thotë, po, kjo është afati. Final, mirë po, në rrethonën specifike, për shkak që nuk ka pas kuvend Kosova, ka pas veç 26 ditë, atëherë është ferm i pas 34 ditë. Nejse. Për ndryshe, unë me shti bast prej si tash, do më thonë arbër, se na gjithësysh, jo president, po ka muzet këtu një diska tjetër, me u zvarrit, si kjo... Dhe i ka korriki Agushtja? Gjithësysh me arë mërgjimtarët me shkojnë në nësëve. Me 5 prill ose me 6, mos të gabëj, Albulena Haxhiu hynë në presidencë. Botë ushtruese detyre e presidentës, sepse është kryetare e kuvendit, edhe atë tash mos nuk përdu me ulshu në spekulime, po janë disa jurist e din, edhe ata që përcjellin politikin e din, që janë disa leva, cilat mëndet me i përdor për me i zvarit zgjedhjet, për me i qude në korrek ose gusht. Sepse mëndet me ndërmor veprime antikushtetuese, antiligjore, cilat atakohen në gjykatë kushtetuese, edhe vënën.
këtu jemi Këta ka me bo qëllimi. e shohim, por Që nëse nuk e bojnë, është hera por me do në emisionin tjetër me thonë, atim bravo, emisionin e 20, anaj sena. Po, bravo se u tregun... Po, fere, kësoj here. Po, mirë po ajo që ka ndërmarrë shpesherë veprime pro pushtetit, pro Kurtit, ajo që si me thonë nuk na ka dalë në mbrojtje asnjëherë as neve gazetarëve kur na sulmonin pushteti, kur na sulmonte pushteti përmes sejmeneve tyre edhe përmes fake accountve, presidentja e vendit e cila është e gjithë qytetarëve, nuk ka qenë veç e vetëvendosës, ka qenë e gjithë qytetarëve të Kosovës. Duhet të jetë. Duhet të ishte Vjosa Osmani në asnjë moment nuk e ka ngrit problemin e luftës të tradhtarëve, kur ti shpallësh tradhtar brenda natës. Ajo me një fjalim këtë javë e tha këtë ato që kemi thonë krejt na njerëz normal që kena metë sa i shoqënie. Po, veç e tha për veti. Veç e tha për veti. Edhe kur i konvenoj kësajnë. Po. Ndrysh Arbër i ka në më thonë edhe në takimin e vizitës që ke për media. Këshilli e Europës, po. Këshilli e Europës... Që ke disponimi edhe në nëzirë në highlight? është janë misioni fakt mbledhës për gazetari, është Këshilli e Evropës, janë reporterët pa kufi, janë EBU, janë disa prej organizatave europiane të cilat e monitorojnë lirinë e media. Organizata që i ka diskreditu vetëvendosë dhe i tash, besoj si ka sulmu ti. Po i ka sulmu, pa tjetër, ama janë organizata kredibile europiane, që atë në Këshillit e Evropës, ku na nuk po mundemi me hy, se po tojnë nuk jeni boll taft për me hy, këto janë Këshilli e Evropës, janë këtë banat ma eminente botërore, ka që trup për gazetarët, ata kanë orë në Kosovë, e patëm një takim me ta, i shalon në takim. Trupa e Këshillit e Evropës, e na ju thoj shumë këtyne si... Që jesë po deni bashkëball. Edhe këta që janë të tmerum me klimën që ka kriju partia në pushtet për media, për gazetarë, janë të tmerum me takimin me Kurtin. Tmerum? E thëshin. Këta janë taku qanë me Kurtin. Jenë taku me përgjec, jenë taku me neve mediat, jenë taku me kejt akterët që përbëjnë skenën publike, edhe qanë këta përgjecit zyrtarët e Europës na thënë neve që për juve është sukses veç me u këthy në vitin 2020. Veç me mujtë me këthy lirinë e medjas, dhe në vitin 2020 ju jeni të sukseshëm edhe jeni gati mu antarsuna për organizata e kështë. Po jeni qaq keq. Edhe përveç që jeni keq kështë nominalisht, takimi tyre me Kurtin i kishtë meru absolutisht. Ata thënin që ai as nuk po e dike se sot të merë është situata, sepse që na e dim që jetojnë Kosovë, po këta Europian nuk e kanë ditë që Kurti jetojnë me një botë paralele të vetën. Me këshilltarët e vetë, me ata që jenë atë në zyre që Kosovë është të lërzu, Kosovë gjithçka është perfekte, gazetarët e kanë lirinë e mjaftueshme, është gjithçka mirë. Edhe ai nuk ish kashtë këta Europian thëshin, ky nuk është i vetëdijshëm që i ka shkaktu Kosovës, që i ka bë Kosovës. Jo që nuk ka vullnet me përmirësu situatën, pas nuk e din, se kushti parë është me ditë, pastaj me pas vullnet. Ata e kishin binjën që gas nuk e din ku e ka pru gjendjen. Po me këtë situatë përveç neve gazetarëve pro përballë kohëve të fundit edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila e mbajti një fjalim po besoj më të fortin anti vetëvendosje deri tash. Ta dëgjojmë. Sepse kur propaganda mund ta kthej çdo në tradhtar brenda natës, në javët e fundit puna ime është përballur me një fushat baltosëse që për qëllim nuk e ka kritikën dhe nuk ka të bëj as pak me llogaridhënien. Është diçka tjetër, shumë më e ftohtë, e krejtësisht e qëllimshme. Është përpjekja për të zhveshur një njeri nga dinjiteti i tij njerëzor, për ta kthyer në objekt, për ta krahasuar me kafshët më të egra, për ta zëvendësuar të vërtetën me imazhe të manipuluara, gënjeshtra që përsëriten aq shumë derisa dikujt mund t'i duken të vërteta. Imazhe që krijohen për të lënduar dhe për të shkatruar vlerat më të larta njerëzore që e kanë mbajtur popullin ton bashk në kohët më të rënda. Fjalë që nuk synojnë debat, por shkatrim dhe eliminim. Dhe për këtë arsye duhet të flasim, jo si viktima, asnjëherë si viktima, asnjëherë, por si mbrojtëse të demokracisë, vetëm si mbrojtëse të demokracisë. Sepse kur propaganda mund ta kthej çdo në tradhtar brenda natës, kur e vërteta mos ka as pak rëndësi,
kur dinjiteti gjithnjë shndrohet në dëm kolateral, atëherë e tërë demokracia është në rrezik. Prandaj leadershipi i ndjeshëm ndaj gjinisë nuk është luks, është domosdoshmëri dhe kërkon institucione që nuk heshtin. Kërkon që të mbajmë përgjegjës ata që përdorin teknologjinë dhe e shndrojnë në propagandë, që shfrytëzojnë dezinformimin dhe që besojnë që narrativa e tyre mund të ruhet vetëm e vetëm nëpërmjet friksimit. Okej, përveç gjykatës kushtetuese, në Kosovë punojnë edhe gjykatat themelore, edhe gjykata e apelit. Gazetarja jonë Erjola Cacaj i ka ndjek disa seanca gjyqësore, nga më interesante ishte ajo për vrasjen e Liridona Ademajt, ku i dyshuar është edhe ish bashkëshorti Naim Murseli. Ishte, nëse nuk gaboj, 3 seanca gjyqësore, ku folën edhe i dyshuari për Doras, që është kushtrim Kokalla, edhe vetë Naim Murseli. Janë 3 seanca gjyqësore të cilat ju ftoj ti ndjekin. Ja, kuzorene, a e dini që Martë Revole është vrarë bashkëshortja juaj? Po në atë moment Liridona ka bërtit Nalo. Nëse mund të shadë njëherë me i tregu gjykatës, se ju e paguajtë çmimin e një Revole në cilën e ka marrë granitin, nëse e ti një përgjigje? Po sepse ai tha që e shet dy fish të nesërmen. Kjo ishte arsyeja. Me atë qëllim e kum le. Cili ka qenë përfitimi juaj nëse graniti e kish shit 2 fish? Hiç asnjë përfitim, vetëm minimum. E pse ta ndihmoni granitin? Po sepse ishte bashkëshortari jam e shok i kushtrimit. A keni ditë ju gjatën ekonomike të granitit? Jo. Nuk e keni ditë gjatën ekonomike të granitit? Jo. Atëherë, pse pagut ju për atë Revole për granitin, për akuzorin granit? Sepse ai nuk kishte parë me vetëm, tha. Ja, akuzorene, a e dini që Martë Revole është vrarë bashkëshortja juaj? Po, e kom kuptuar. E keni kuptuar. Nuk e keni pas granitin, Jo. Nga kamerat në Etnokuq, shihet se edhe graniti ka qenë aty pak tavolina në tutje. Në asnjë moment nuk e kom pa granitin. A mund t'i tregoni gjykatës pse pas vrasjes së Liridonës në natën kritike, ju mbetët në Prishtinë, në hotel Swiss Diamond, ndërsa fëmijët ju vranë anat natë dhe i lartë prej juve. Cila ka qenë arsye? Kur dolim nga fillimisht ishim në stacion policisë, dhe kur dolim, dhe në stacion ishte edhe gruaja e Leonardit, qika hollës tem, Genita, e cila më tha që ajo merte me fëmijë, derisa u kry krejtmarrja në pyetje. Dhe kur dola prej stacionit policisë, ata thanë që na i morëm fëmijët, sepse mu më tha policia me qëndru në Prishtinë, sepse tha mujna me të thirë prapë, por nuk e kanë pa fëmija vrasjen, as unë nuk e kom pa. Por unë nuk e kom di që dojt i morin fëmijët, nuk kom unë që i marrë me vete fëmijët. Në Prishtinë, do më thomë që qëndroj me fëmijët. Kur dolem jashtë, dojt e tyre i marrin fëmijët? I lypen fëmijët. Ju ta se nuk e keni pa vrasjen? Jo, as unë as fëmija. As ju, as fëmija? Jo. Në deklaratat e marrëhershme ju keni thonë që me vetur të policisë keni shku tek vendin ngjarjes. Tek vendin ngjarjes. Po nuk më kalon me dorë policia. A ka provu me dorë tek ju, se zakonisht gravica dolin ka shoferi, se shoferi Jo. Nuk ka provu me dorë tek ju. A keni pas mundësi me lëviz veturën, në qenë se keni thonë që gravici ka dorë pa pritmas, ju keni qenë në veturë, edhe a i ka qenë koma, po? Po, në mes rrugës. Në mes rrugës? Po. A keni pas hapësirë në njërën apo anën tjetër të kaloni? Hapësirë kom pasë me të i kalu me shkel ato, kom pasë, po në atë moment Liridona ka bërtit Nalo, edhe unë e kom nërë veturën. Keni
pas hapësisht ta anashkaloni Stravicin, po liditona ka thonë në ndorë. Po edhe në më thonë moment shok aty nuk... Ka qenë moment shoku dhe... Nuk e di... Nuk keni di... Ajo tha nalo në nala. Vendimi gabum, por... Kështu ndodhë. Ne, tim ditën këtore për të gjipus, të kjaru që të rejton të veturës, nuk kemi këty fare ku kam bra për në qyrë në dole. Jo. Ndërsa në pyetjet e mbrojtjes më zëvësha, shëtimin e kaluar kemi deklaruar që kam këty kokën dhe gjeritorën se kam pa. Po, kur... Po veç të rëmana cila është e vërtetë. Se kemë dy deklarime t'ju, është cila... Kur ka ndodhë krisma nuk e kom këthy kokën mrapa, kom vazhdu me vrapu. Dhe momentin kur ka ardhë vetura, saj... Deklarimin që ke dhënë pasi që kom dëgju krisme, dhe disa sekundave më këthy kokën mrapa me këshyra gjeritona. Pasi që ka ndodhë krisme, shëtimin e kaluar. Po, pasi që ka ndodhë krisma. Ndërsa sa deklaruar që si ke këthy kokën, në që përne interesant, cila. Më të është përgjitje sa më shkota, prasvisht që 3 samca ke të në deklarim, që që është... E sa tima, ke këthy kokën, a se ke këthy? Nuk më kujtohet sakt. Cila. Po e di që e kom këthy kryt kur ka ardhë vetura. Edhe si pasoj apo kërkes e kujt, apo si ka ndodhë takimi parë me granitën, me shte granitën. Ka qenë një takim rastësor, ku ne kom taku kushtrimin dhe ai ka qenë në to. Takimi dytë, a ka qenë planifikum apo rastësor? Takimi dytë ka qenë planifikum me kushtrimin. Granite edhe kushtrimi që paraporte dhe në posë. Shoqëror. Shoqëror. Raport në kulturë kanë qenë shoqërora, kanë qenë shpesh, ka me qenë se te ke posë kushtrimin shakë. Ju nuk e di, se unë s'kom jetu në aty, po e di se shok kanë qenë. A i një shok të kushtrimin, të tjere? Jo. Jo, veçën familjarë përbashkë që e ke. Folë vërtetën se deklaracja po ndonë kom marrëveshje që ashtu se ke përmove në jemi. Nuk të qëndroj. Nuk do të qëndroj për asaj deklarate. Sot do të them të vërtetën. Atë deklarat në polici e kam bërë në marrëveshje me Naime. Marrëveshje me Naime në version plërcime. Version plërcime, avokati e kom deni edhe ti e kom aty. Ma ke thjerë ndimin e shpejt, nuk banë në leksioneve një hapë. Ka qenë, po? Kërkon dhe një paka shumë për këtë veprën penale për të në akuzohen të ashtë. Po? Por asë një herë nuk ka të rëgru kush është personi. Edhe ka thonë veç kemi morë përgjësi ti, kur gjatë tjetër, na ime me ka thonë. Por në pa urdohë 2 jetë në zare për burgjet, të edhe në farë për shteti kam. Në fjallë na ime, që ka thonë na ime mu, ka thonë të ashtë në djeni edhe veçet pacodë për këtë rast. Vetë fakt, avokat në supëzimin dhe kërë? Qështë ka thonë na ime? Fjallë na ime të thonë. Po, thamë, qështë më ka thonë na ime? E fjallë na ime? Te edhe në farë për shteti kemi, na më ka thonë? Më ka thonë te edhe në farë për shteti kemi, na? Nuk ka shansa në me shumë të 2 vjetë, në dërë. Edhe ka në të pare, dhe ka të punë. Sektori nuk traje për të sana, dhe ishte nga përgjësin. Edhe unë i komplesu paka shumë, për krejtë i komplesu se kë pas foto, se unë i ka dheke që shukon. Jo me merita orë, jo me krejtë. Do një kam besu plëtsisht? Jo, unë për krejtë të garantoj se krejtë më holla katuni unë. Me na imi qajnë rinim të imi moshës dhe të punështë. E tjera. Pos me dhonë 250.000 euro. Rase i ka i mund 2 vjetë për këti. Por, në fakt kanë pos me i dhonë 250.000 euro. Por jo me njëherë, por me... Posë gradualisht, po dhe ka dojnë. Por, gradualisht... Vesh punës. Gradualisht, ka da i dole, To kanë thonë në kivë rarë.
Këto përveç punës që tu ka premtuar, po? Këto pare prej 250.000 euro kanë thonë që janë vetëm dhuratë. Po, jo do të më ka gjithë Më ka ofruar një kërë G-Plus. Tani në thonë, përësisht më kanë zokur shpërsuni pas në vojtë me ditë kërgjohën vesh. Këto problemi kanë ditë dhe familja Demaj, kanë ditë dhe familja Lejnë. Nuk jam unë vetëm që përdi. Kam vrejtë se nuk i takar, akuzunit të dëmorë të pyqje të të. Këto e ka pas kohën, kur ka mujtë më marrë të espo Poshtrim. Unë së të të në keke i kredit të mlajnë 25. Pak merë, po. Seanca e së premtës në gjykatën themelore të Prishtinës ndaj të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt ka vazhduar me dhënien e mbrojtjes së të akuzuarit Kushtrim Kokalla. Kokalla është përgjigjur në pyetjen e avokatit të tij Ndrec Dodajt, ku ka dhënë detaje se çysh janë takuar Naimi me Granitin. Në mbrojtjen e tij, Kokalla ka përmendur edhe një kredi që kishte marrë për Naimin. Gjithashtu ka dhënë edhe detaje të tjera rreth tyre. Takuti Naimin e Granitin. Apo findelisuti në marrëveshje eventuale për kryesëvarës. Nuk e kam takuar as në Granitin, as nuk kam marrëveshje. Nuk kam pas as lidhje me këtë farë puna të marrëveshja me taku me Naimin e Granitin. Syra ka qenë sa më duket mua sa për me mbajt afer se me herët jam mirë. Arsyeja ka qenë sa me mbajt offer për shkak se me herët kam vetëm sa me mbajt offer. Kam marrë kredi për shumë 25.000 euro që t'i ka kërkuar. Do të keke i kredit të mlajnë 25. Pak me herët, po. Mu mi ka i 300 euro për pagesën e kredis, t'jeli qartë. Ndërsa aty dhe një shumë për 500 euro ja ka e Granitit. A i ka thonë diçka? Nuk i ka thonë, mu nuk më kujtohet që i ka thonë diçka Graniti për para, po që ja ka edhe dhe ja ka po knashër, kaq. Granitin për zënë se nuk ja kërkuar, ja ka e vërë. Unë kam qenë në djeni që kanë probleme. Kush kanë probleme? Na imi me të gjirë tonë. Por nuk jom i vetë një person që jom në djeni që kanë pas probleme. Kur i referuheni problemeve, për çfarë probleme e keni fjalën? Probleme ty këtë është. Nuk ju ka thënë sa me çfarë probleme është? Se këto në fakt, këto probleme kanë ditë dhe familja Demaj, kanë ditë dhe familja Lejnë. Nuk jam unë i vetëm që përdi. Kanë ditë ata paraveç që kanë probleme me zveti. Një urit probleme, pa kanë mos marrëveshje me zveti, Mua me ka dërguar, kanë ditë jo që më ka dërguar mu, po kanë ditë dhe familja vetë. Do më thonë familja Demaj. Qa ki bëjnë pishë të tërë është? Probleme punë gjelozije, punë qësi gjëra, gjëra të tilla, tyre. Na jemi të thonë do të pyrë kjo punë. Atë kujtojt ta ka folë diçka ma tepër, çfarë punës, a e ke pyet ke apo? Nuk e di unë tash është të vërtetë se që mu më jep në deklaratë që më ka thonë ky duke kryer kjo punë të përdoruar në vrasjen e gruas së tij. Nuk e di. Nuk e di është saktë. Që e më jetë për të kërë që më ka thënë Naimi. Kom të kërëruar shumë gjatë. Me polici. Nuk ka shumë. Por policia nuk i kanë futur në proces verbal. Ato që i kom të kërëruar. I kanë futur vetëm ato që janë në favor të tyre. Dhe jo ato që janë në favor të time. I kanë për shortën tome që shka komune. Po më lidhë më qasi. Se ma shortën e ti qka e kom unë. Po, e kom të zaj. Pasi atë unë e kom të zaj. Falë me e martu e sot është prezë. Po jo, jam të rëgu t'yne se... Dhe falë me e, a i tash është prezë. Avokat, të të ma. Avokat, të të a ki vrejtje, a ki pyjtje, hajdur në? Vrejtje në? Kam vrejtje se të nuk i takar, akuzunit të dëmorë të pyjtje të të. Këto e ka pas kohën, kur ka mujtë më marrë të espo Poshtrim. Unë së të falë. Mos ju përgjithë. Edhe unë nuk më të tash. Nuk i ka kon të akuzuarit të marrë të pyjtje të dëmtuare.
Avokat, nuk ishte pyetje, po vetë të është me ndryshu një raport. Me pragu lidhje një qësor me ta, për gjatë tjetër, do është absolut pyetje. Nuk është kjo vrejtje, avokat, apo ullësh. Avokat, apo ullësh për... Komi tregua vjen në zonë, Avokat, apo ullësh... Avokat, dhe se mikrofonin, nuk është... Avokat nuk ka nevoj për një raport familjar, atë ka ofru apo jo Naimi pare për vrasjen e Liridomës. Për na, e njohë me Naimin si njëri... I herë të iko, jetë sfegimin bas atër. Është pyetje konkrete, përgjigja duhet të jetë konkrete. Të ka ofruar apo jo Naimi pare për vrasjen e Liridomës. Dhe tim të ka bëj i përgjesh, po për ata të peshun. Nuk me kujtojnë mu që më ka bërë një farm ofertë të që ka për vrasje e gruas e tjirë. Jo, i Ju përgjesh. jeni përgjigjur. Para me ka ofruar për këta, për unë nuk më pranuar asnjë as para dhe as kuas, as as. Kjo e vërtet shka deklarohet, shka përshëdën procedurë verbale apo jo? Unë në fakt kom deklaruar me qatë. Po të pyta, është e vërtet kjo që e ke deklaruar? Po, kjo është e vërtet. Nuk kam treguar për problemet e tyre. Por ata nuk... Që si sa herë që kam vetër me ta, i ka paraqit problemet, mesazhe, se më ka orë gruaja me halë. Nuk këtë pjesë... Nuk me ndërru një jetë personale. Nëse ne... Okej, Erioli, kena përcjellë dhe më thonë 3 storie që në kanë prej rastit të Liridona Ademajt, po më do këtë kanë dru komplet epilogu, shkaku i deklarimeve të reja prej njanit prej të akuzumve kryesor. A mund është me na e zbërthy paka shumë edhe për publikun, qka është ndodhë dhe që shke dhe më thonë situata në gjykatë? Gjatë komplet krejt procesit gjyqësor është kun e preqme paka shumë se ka marrë një përfundim i tillë. Atëherë na veç është kry, si me thonë, faza e deklarimit apo jepjes mbrojtjes nga ana të akuzumve. Tek sesioni i paraditës të seanca e parë ka qenë vazhdim i ku Naim Orseli është përgjigj pyetjeve të gjyqtarëve. Në këtë rast, ajo është ballafaqu me disa fotografi, me disa velje, që na si nacionale kena vendosur për mos mi publiku, pasi që kanë qenë jo shumë... Rjedhen kështu pak në media, do më thonë në reagoj edhe familja vllau i Liridona Ademajt, kërkoj pak mirë kuptim prej medjave, sepse kem pa mjetë randa. Gjithashtu, në mesin e krejt komplex dëshmis ti, ajo që ka kema rëndësishme është deklarata për armen, ku vetë ta që e pranoj që armen të cilën e ka ble për granitin është vra gruaja ti, tashme Lira, Liridona Ademajt. Edhe mu që amboni përshtypje nuk e di ty atë në sol, ishte një moment kur kë nuk i pa deklaratat kundërthënëse, a ke këthy kokën që ke? Po, e vërtet. Ka le thotë, hajtë që shdëni shkruna? Po, do me thonë u ballafaqu me deklaratat e mëhershme që i ka jep 6 shqyrtimit gjyqësor, jo të ato të policive, njerë ka pas thonë që kur janë dalë bashkë me fëmijët edhe e kanë dëgju krismen e armës, e kanë kthy kryt. Dërsa gjatë ditës e mërkurë, kur ke seanca të ejtës, ka thonë që nuk e kanë kthy kryt, veç kanë vazhdu. E që shtore e ballafaqej me po. E ndoli, tha, a ke këthyja nuk e kthy kryt, këtë pastaj ju mendu më pak edhe tha, po nuk e di që shdo një joj, tha, do të me shkru njën për tyne. Po, e vërtet. Se di, sa akuzojnë a kështu hipotetikisht me diskutu, do më thonë, si rast, po se di ka nëherë, do më thonë, e menoj në qëse si grabitje armatose, nëse në diska e tilë, nëse ti e me familje, te e kini fare vetë ndjenje mbrojtjes, do më thonë, apëtin, edhe nëse grabitja është armatosën, me shumicën e rase përfundon në fatalitet për dët, ose ti kanë si mundet me reagu. Për personat madhur, cëllë djenë të përshim që atë se nësë tina shumë komente, po kanë herë shumë me pa kuptim, edhe që ato se o shfase në gjykatë të regëshin që unazat, do më thonë e gjykatë se ke shumë pytje, e mensur kështu me pyt, okej, nëse ata e kanë pas qëllimin për
Atëherë pse si morës tu sanet me vlerë dhe a i tha ju kom të regu për i fillimit që veç telefonat dhe... Po, telefonin më thonë alo së zxit. Ajo që ka kemë rëndësishme të Naimi është se a i tha që unë e kum dollë kerin, ku e kum po grabicën, veç pse Liridona ka bërtit edhe ka thonë dalë. Tha që është kom vendim i gabum. A di me një piku i në orë dhe i që tu që më thoni deklarat e tjilë, është pak ka vëden që këshë me dëvektor nuk i kësha bo se dishka e tjilë. Sesioni i pas ditës ka vazhdu me deklarimin e të akuzuarit tjetërit Granit Plovës, i cilë që shetë edhe në pille më qahan, e ka ndru komplet dëshmin e ti. A i tha që nuk qëndron propa deklarimi që e ka bon polici, ato e ka bon në marveshje me Naimin edhe nga presioni policis. A i gjatë ditës së enjtë ka deklaru që krejt vrasin e ka bon me një farloj marveshje për pare, për pun edhe për një kërë të vlerave të mdoja. Okej, e ka përmen, do më thonë sa ke vlera e pare? A i tha që nëse i kishmoj 2 vjetë bërg, ashtu që shu ka premtu, pasi që Naimi ka thonë, unë e kom pështet, unë nina me begjet pacullën, të hene më bërg, me përgjësim. Po, se i kish premtu që kime nejt 2 vjetë maksimum. Edhe unë të largoj për burgut. Po, ti merë si dhurat 250.000 euro, ndërsa pun të përjashme në vlerë me pog 1.300 euro. Okej, do më thonë 1.300 euro në mujtë, plus 250.000 euro, plus një kërë? Gjiklos. A dhe këto 250.000 euro si dhurat. Tash nështë në ishkon mirë më bodhe një farloj baraz peshimit të krejt deklaratav, ku Begjet Paculli vish ka reagu në Facebook mas video që ndollë në portole, edhe ato që janë zera vish një citat, a i ka thonë që askush nuk ka të drejt të përdor emrin tem për të cilën me embrojt veten ose për me loj margjin e tyre. A di kënë një ndër citatët që tash të beraz pa shumë. Në fakt së mund është një ndalu, diku një në gjukat me përmend. Jo, ashtu me përmend, jo, mirë po, që me thonë, Begjet Paculli na e dim që në e Murseli ka punu të Begjet Paculli. Ata është përmendja emri ti këtë jashtë kontekstit, se nuk ka të bëjë kur gjë me kontekst. A ti ke Begjet Paculli e ka ditë, qysh e ka ditë, a din që qa përdo me... Paka shumë granitit, thë ke që na i kena të shumë. Gjyshën dhe basi për mëllime, se shumë njerës ka njov njët, apo kuptaj? Njëri është biznesmen miliarder, ata është se cili për njerësve që kuj e ka njov njët me përmena për gjykota. Jo, se nëse u ke skuptova, do më thonë nuk po thonë nuk mund është mi anal me përmena, mund me përmen, do më thonë që në këtë rast nuk vlenë se ke jashta, adem qka po vlenë që kjo në gjykatë, më nëse... Krejtë fundimi i krejtë që sa i ke besimi që Granit Plova ka pas ndaj Naim Murseli, tha mi ka të regu fotografit me Rita Oren, ju ka duk si një person shumë i arritur njetë, tha dhe unë i kom besu edhe fjales ti për Begjet Pacullin këtë rast. Jo veçon ta po krejt katuni, krejt që ka i nakon matri, ose sa kë, ose qështoat. Manipulime këti që njëmi poqeshëm edhe nëse krym një krim të til, na apet dolim paqë. Po qëre, këtu pat edhe te për deklarata kundërthënë, se kjo për shambull tha që Naimi mund ka deklaru gjithmonë që bëhet fjallë për një dikën të nacionalitetit Serbë, herëm ka thonë sa tjetër Serbë edhe një nacionalitet tjetër. Ta që nuk e kum ditë kënë kom e vroa. Po tani kjo thej ke unë asë se kom vroa, do më thonë a një kjo dull. E po një me qka ke që kjo e rjo? Kjo tani tha... Që kjo në zhosë e kom një krismë, qka ke që kjo? është, qësh me thonë, do me thonë fotografi ku shfaqen që dora e Liridonës që i vjen e mojta, ke me shenja të dhunës, a i tha që edhe fotografia këtë amon vrasja ku ka ndodhë, ajo e pat të pjesa e veshit, lord, ajo dike që si pas ti, me demek kjo nuk e ka shkrejp armen e ka mbojt, po me shkrejp se ka shkrejp. Pak nuk s'podi. Në cilën anë ka pos kjo? Do me thonë kjo u konë... Nëse jena qështu të vëzit, se qështu i bjenë? Qështu i bjenë, po, unë jam do me thonë pasagjerja, kjo e ka pos në anën e djatë. Shenjat e dhunës i ka pos në dorën e majtë. Do me thonë që u konë edhe i deklarim. Problemi është që në mësa poshëne, kë pretendoj këtë që e kum një të shkrepme, kur thot e kum një, do më nuk e kum shkrepë, në bëti kështë tjetër, edhe ka ardhë Naimi, thot me një gjytorme, në ka thonë zhdoko. Ta shkë shumë e të ditë që me kejtë që kjo, nuk e di që ka mu përmbledhë kejtë që të rëpime shumë. Unë po besoj që kom me pos edhe prova tjera prej forenzikës që shken që ato 3 djetë që u shfaqen, që na si publik nuk i kemi po, nuk kemi pos qasjen to, që besoj që kanë me e zbardh paka shumë që ato që ka dosh me tonë.
për mu deklarata granitit nuk është shumë e kuptemshme, pasi që do më thonë në anën e majtë dora asaj me vreda ose ade e lëndume, e do më thonë këtë anën tjetër, po thë që anën nuk e kom shkaj parmen. Naimin nuk po di që shka arriti. Vesh nëse u donë, ose si farë. Po dhe adhe mune me pas qëre, mune me pas skenaret ndryshme. Rast përveçje dhe më shumë tepër, rast edhe shumë interesant kështë gjithësor për me po qysh mundet me u zbulu një vrasje, qështu ka shumë e koklavitur. Po, sepse kjo është mesazh edhe për të ardhmen, kështu që adhe ti mundesh me zgjedh një vend terre, mundesh me zgjedh një vend male, me bu një skenar, po të më thonë drejtësia, gadal. Qëre, nëse graniti vizështu e thonë të vërtetën, do më thonë po e marë si shembull kështu, atëherë është mirë edhe për procesin, po gjithashtu mendoj që ka me zvarrit pak procesin, do më thonë ka me zvarrit ende shkaktu që ta shina me u vërtetu edhe gjërat e tjera. Po, dhe si për është të cilë, do më thonë është të cilë disa dyrë që nështë ta kanë ardhur prej mundimit ti, nështë ta nuk është të mujtë më me duru. Që ato që kanë ndodhur që sa më para burgim, po e shesi nuk ka efekt. Që ka thonë a imi kena medalë, po, edhe qëtu ajo është e forcën e vërtetë, më thonë paralizjet s'ko ka i fort, edhe nështë adin nuk e di, po nëse është e thonë vërtetën, më thonë më besoj që i bën mirë rastit me uzbart edhe normalisht familjes që me marrë një është pak interesante se në deklarimin e granitit, graniti ka pranu mu përgjigj vetëm në pyetjet e avokatit ti Skënder Gojaner. Edhe pasi ka kry avokatit ti pyetjet, si proces për e të regoj këto, a i ka thonë që tash vazhdoj mu mbrojt në heshtja. Edhe nuk është pyetje asë në pyetjet e prokurorit ose në bojtësit të familjes së dëmtume, apo të trupit gjykus. E do më thonë ju ka përgjigj vetëm pyetjet e avokatit vetë. Me cilë një përgatit du më thonë përgjigje. Atë Marsanena, krejt seancat, krejt procesi gjyqësor ka vazhdu edhe të premten. Në sesionin e paraditës, i akuzuar i tjetëri Kushtrim Kokolla ka vazhdu mbrojtjen e tij. Ato që ka kemi po në asi media, edhe kjo ka përgjigj pyetjeve të avokatit të tij Ndrec Dodajt, po ajo që ka kemë rëndësishme, ai filloi mi thonë disa gjëra që për trupin gjykus kanë si të jo të shfaqme për publikun, për shembull marrëdhënia mes Liridones edhe Naimit. Ai thënë që kanë pas vazhdueshëm probleme xhelozie, të kem ka tregu mesazhe, ka tregu gjëra të tjera, pa ai tha që nuk kem qenë vetëm unë i vetëdijshëm për këtë pjesë. Kanë qenë edhe familja Ademi, edhe familja e Naimit këtë rast, edhe pastaj vendosi gjykata që me mbyll seancën për publikun dhe mediat, që nëse ka ai diçka me tregu në lidhje me raportin që kanë pas Liridona dhe Naimi, mos shfaqet të publikut. Po shumë private. Po. Okej, do më thonë veç për me ditë, as graniti, as kushtrimi nuk kanë, do më thonë, nuk janë dëshmitarë, po më nuk janë në bashkëpunim me prokurorina. Do më thonë, sepse kur po thot për granitin që ka pranu veç prej avokatit vetë, a mundet me thonë si sinjal kadale si kjo mundet nështë edhe shteti me bashkëpunu me një fazë caktume. Po, dashta, bëden në ta... Se pas të e në këtë strategjit e mbrojtjes që i përpilën avokatit vorët që sheshe, që shpërshkën edhe situata. Kur ka me po seancë të radhës rjo? Seanca radhës është e caktume me një... Si media nuk keni të qak mi kalzu publikisht, se tani i shuaj media tjera e shkut. Kalzej edhe media tjera, se drët me një. Ka qenë e caktume dhe për i seanca të kalume, mirë po dhe gjyqtarja sot në momentin ku u përjashtu publiku, ta që seanca është me 17 prill të vitit 2026. Unë po besoj që në sesionin e pasditës të premtes është përfundu dëshmia e kushtrimit të akuzumit fundit, nëse nuk hapet procesi, mosi është edhe mune me shku të fjalla përfundimtore dhe masane edhe veç edhe vendime. Okej. Eriol, në sen tjetër prej gjykatave e ke pos këtë javë? Të dim, a me të mojtë ato si musafere? Gjykata, do më thonë që do ditë ku të shkojsh aty vishë kime pos balafacime të reja. Një ndërto ka qenë në gjykatën e apelit këtë javë që dhe në kom djek. Në apel për shkënë, Po më bja, kanë që atë vishë pëndrojnë salat e gjykimit. Apo thojnë atje për shamë dhe qanë ku kam rrjeri? Për shkënë në apel, se apel është. Në apel e kishë posat fotografinë e fundë.
Jo, ajo tjetra për Nëse vazhdojnë qështu në Supreme kemi me shumë. Jo, kam qenë edhe në Supreme, tjetër teksohet. Të avokati popullit? Qëto jo. E disha se... Unë po menaj që nashta ma para se më shku të avokati popullit, nashta shkoj me majtë në seancë dhe në gjykatë kushtetuse, ose ndi që ka. Me më rrite i sa tu. Mos i bën presion gjyqtarëve të gjykatës kushtetuse. Po, ti edhe ambasador. Miliona atë. Ti edhe ambasador. Qa ka pos në apel e riull? Në apel e që ku ke kone. Ti në apel. A ti foto, a dhe që se me shfosim këtu, a dhe në le djetë. Në apel ka qenë seanca e Bedre Krasniqet. Besoj që tashmë i njohë për publikun. Edhe në shqyrtime gjyqësore në kum një këtë seancë, bëhet fjallë për kanosjen ndaj Shkumbin Mehmetit. Po gjosë kjo patë përfundu njëherë? Po, dhe më thonë, ajo veç Bedria në këtë rast është liru nga akuza për kërcnem, edhe patën bo ankes prokuria, edhe patë vazhdu, dhe më thonë, në gjykatën e apelit, ku shfaqen edhe ankesat e prokuris, edhe tash vendimi vetëm sa pritët e mirë ditëve në vazhdo. Bedri Krasniqi a folja atë vetë? Po, Bedria ka folja dhe ka thonë që, dhe më thonë, a ditë që ke seanca, tha dje, ju më bon 20 vjetë që jo me mbërgë edhe në stop ka këta akuza ndaj mje, asë njerë nuk më pas diqka një rrethon letësuse. Dhe më thonë, ajma shumë e qëtë ke këtë pjesë tek... Po, mardhën një leti me prokurori, jo me gjënë. Okej, a ndjekim këtë video? Akuzat kur nuk më kanë dalë që 20 vite. Kur hesh, kur. Kjo vepra s'ka ndodhë kur i ndërrumë gjyqtar, pro kam mo motiv i ndërrumë gjyqtar më shty për këtë vepra, se është shku kohë shumë e gjallë. I akuzuari Bedri Krasniqi ka dalë sot para gjykatës së apelit, pasi që në vitin 2024 ishte liruar nga këtë akuza për kanosjen ndaj Shkumbin Mehmetit. Ndaj këtij vendimit të gjykatës themelore të Prishtinës, palët kishin bërë ankesë në apel. Për sot është caktuar seanca përgjithësi në gjykatën e apelit në çështjen penale të akuzuarit Bedri Krasniqi për shkak veprës penale kanosje nga 171 paragrafi 2 Kodit Penal të Republikës Kosovës për vendos lidhur me ankesën e prokurorisë themelore në Prishtinë, të shtruar kundër aktgjykimit gjykatës themelore në Prishtinë. Gjykata themelore në Prishtinë ka nxjerrë aktgjykim kundër të akuzuarit Bedri Krasniqi, e ka liru nga akuza, nga se nuk është provuar se i njëjti e ka kry veprën penale kanosje. Kundër këtij aktgjykimi ka parashtuar një ankesë Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka shkelje esenciale dispozita procedurës penale dhe ka propozuar që gjykata e apelit ta anulon këtë aktgjykim dhe çështjen ta kthejë në rigjykim dhe vendosje. Petre, çka kemi thonë ti, aktgjykimi i lirues po për ankesën e prokurorisë, a propozon të refuzohet, ta aprovohet apo çka? Ndërrumë gjyqtar, unë dje i kom bo 20 vjetë që kom rënë bërë. Po. Edhe për 20 vjetë, kur një mos letësusin drejtim temi nuk është mua. Lidhe as me risocializim, as me kërë. Akuzat kur nuk më kanë dalë që 20 vite. Kur hesh, kur. Kur pa këtë akuzat s'kam qenë. Unë besoj që kjo asë në botë nuk kanë dalë kur. Kjo është aktgjykim lirues Bedri. Po. A propozon të refuzohet atë çka se gjykata ka gjetë që nuk e ke kryer këtë vepër. Po, jam këtë shqetësim e kam lidhe me prokurori. Se dënë mi thy rastin rizikim me mi prish punë, mës mi fitu beneficionet që më takoj. Po ati na vendosni prokuroria, jo, ata që ka bo ankesën. Jo, po unë thash vetëm si shqetësim prokuroria nuk po hek dorë prej akuzave po. Çka propozon, Bedri? Unë propozoj, qysh kam propozu në rastin në shkallë parë, kjo vepra s'ka ndodhë kur i ndërrumë gjyqtar, edhe po si dëse të vendosni jo, unë e pranoj se nuk kam mo motiv i ndërrumë gjyqtar më shty për këtë vepra, se është shku kohë shumë e gjallë. Pas se video nga gjykata e apelit, aty ku thuhet se ka qenë gazetarja Eriola Cocaj, kisha thonë është janë me nderu kështë komplet Eriolin mjalon me mbyll këtë epizod. Po, e kshalon, do më thonë nuk kena rubrikë të AI-t, so jera adin, do më thonë, me inteligencë artificiale është të mbyll. A u qumë më dërsa? Përshëndetit, të shtasin e përshëndet, shikus, pranbiri shumë, shimit të dielën tjetër. One po besoj se kjo po me... YouTube, kur keni rasti diçka shumë interesant, ishu në gazetarit e qanë Ndërmoko, se orë brama do.
Ati shkone në apel, hajtë vështë kam. Mo, ata shikus gjithmonë më shkujnë mu, kështu që avde nuk është e nevojshme as nëse kjo pjesë. E shumë tani kjo besej faktuat, atin? Kjo ko veçem veç mbyllja ma e mirë ose ma e ëmbël e të gjitha emisioneve, kështu që shikus dhe visi dëshirojmë shikim të këndshëm dhe falenderojmë të shtaqe dhe të gjithë të tjerët. Faleminderit shumë. Më të mirë. Na më fundet sapin. Po, dhe.